Mirëmëngjes miq, mirë se vini. Është e martë 28 shkurt 2017, do të jemi së bashku për t'ju sjell sigurisht nëpërmjet titujve të gazetave zhvillimet më të fundit të 24 orëve që sapo kemi lënë pas, por edhe për të komunikuar drejt për së drejti nëpërmjet dy numrave tanë të telefonit. Ka një moment të rëndësishëm se ka kaq ditë që bëhet zhurmë, por edhe heshtet për zharzën dhe për greven e banorëve të asaj zone. Tashmë ka një vendim të qeverisë, ishte pra me kohë, në fakt, se debati ka qenë a ishte tërmet apo si ishte tërmet ajo që u shkatroi shtëpitë banorëve të Zharzës, komunës ish pra njësisë administrative Kuman në Roskovec, apo të zonave tjera të patosit, pra nëse i flasim të gjitha zonat e prekura nga injektimi i ujit që përdoret për shpërthimet në puset e naftës. Pra është një procedurë teknike që e kryen kompania për të vepruar, pra kompania Bankers. Tashmë ka një vendim qeverie që e ndalon të proces, ka një ndërhyrje të ministrisë që e ndalon të proces, dhe ndërkohë nga ana tjetër ka një vendim për të verifikuar dëmet, ndërkohë që një ekspert i huaj do të jetë Instituti Italian pra i gjeoshkencës apo gjeofizikës, siç një ndryshe pra në procedura teknike, i cili do të vlerësoj pra të gjithë arsyet se çfarë ka ndodhur me pra pse janë dëmtuar shtëpitë e banorëve të Zharzës dhe a do të mund të flenë më rehat. Tani Ministria e Energjetikës dhe Industrisë dhe Energjetikës i ka rekomanduar dhe ka urdhëruar kompaninë Bankers që të veprojë në mënyra alternative, jo me injektim të ujit në puset e naftës, pra ujë teknologjik, flasim gjithmonë, që krijon pra më pas shpërthime të ngjashme me tërmetin dhe që i ka shkaktuar probleme e banorëve të këtyre zonave. Pra, shpresojmë që kjo të jetë fillimi i zgjidhjes problemit, sepse zgjidhja e problemit do të jetë për banorët e Zharzës kur të marrin sigurisht një zgjidhje përfundimtare, pra që ose të jetojnë aty dhe të qetë, ose të largohen dhe të ndërtojnë diku jetën e tyre larg shpërthimeve, ndërkohë që edhe kompania sigurisht bëj punën e vet, pra sepse industria e naftës duhet të vazhdojë. Megjithatë, duhet një zgjidhje mbi të gjitha për banorët dhe të dëmshpërblen për gjithë dëmet që janë shkaktuar deri tani. Fillojmë t'ju sjellim tani titujt kryesor të shtypit. Vazhdon sot është dita e 11 e protestës së Partisë Demokratike dhe të Opozitës shqiptare në sheshin përpara kryeministrisë, ndërkohë që sigurisht ka edhe zhvillime të tjera, të cilat i sjellin të reflektuar në titujt e tyre gazetat e ditës. Në ballinën kryesore të gazetës Koha Jon gjejmë këto tituj. Kush kërcënon Romana Vlahutin është titulli që hap gazetën Koha Jon në ballinën e saj. Në faqen 3 është shkrimi që sqaron pra masat e marra për sigurinë në rezidencën e ambasadores Vlahutin, dhe sigurisht këto kanë ngritur këtë pikpyetje që e ngre gazeta Koha Jon, pra kush kërcënon Romana Vlahutin, ambasadoren e Bashkimit Evropian në Shqipëri. Titujt e tjerë që vinë në brendësi sigurisht janë edhe të fokusuar edhe me foto. Kemi titullin kur ministri Sajmir Tahiri hidhej si Selam Musaj mbi policinë e Berishës. Po sikur demokratët të hidhen më lartë se Tahiri mbi policinë, është një pyetje tjetër që ngre gazeta Koha Jon në faqen e parë të saj. Meta, vendi ka nevojë për një klimë konstruktive e të përgjithshme politike, takimi me reporterët e Këshillit të Evropës, shkrimi në faqen 2. Kryeministri Rama, pushtetin e drejtsinë e kanë kriminalët, të zbatojmë reformën, shkrimi në faqen 5. Paralajmërimi, Manjani, vettingu do të përdoret për hakmarrje personale, është ish ministri i drejtësisë, pra që ngre sërish të tjera akuza pikpyetje mbi vettingun faqen 8. Dita 10 e protestës Partisë Demokratike, Basha, Rama po qeveris vetëm për një grusht njerëzish duhet rrëzuar, është shkrimi në faqen 4. Opinion, ikja e Prengës nuk është lajm i mirë nga Andi Bushati, shkrimi në faqen 15. Forum, vettingun apo zgjedhjet nga Artan Fuga, shkrimi në faqen 15. Speciale, sa pushtet ka Donald Trump si president i SBA-ve, shkrimi në faqen 14 është në gazetën Koha Jon, dhe analiza vjetore, kreu i kontrollit lartë të shtetit, Bujar Leskaj, 176 zyrtarë paditur në një vit nga kontrolli lartë i shtetit, është shkrimi në faqen 10. Puna është se padi ka boll, po sa hetime kryen dhe sa për këtyre zyrtarëve përfundojnë para drejtësisë. Titujt e tjerë vinë tani në gazetën shqiptare, e cila vjen me aperturën e saj, pra me titullin e parë, pra në ballinë, vrasja e Elton Çiços në pranga bashkëpunëtori, negociatat e familjes me policinë, dorëzohet Renato Miloshi.
Vrasja e Elton Qiqos, 37 vjeçari, dyshohet se shoqëroi autorin me makinë. Si nisi historia e konfliktit mes palëve në burgjet e Greqisë. Pra një sherr i nisur në burgjet greke është kthyer në një serial vrasjesh të përgjakshme mes dy grupeve nga Tepelena. Bamir Topi, jo qeveri teknike, sigurinë e votës e garanton ligji. Mazhoranca po qeveris me psikozën që nga qasti në qast mund të prishet, të shkrimin faqen 4 të gazetës shqiptare. Maqedoni, Zaev dorëzon në 67 mandate, gati qeveria re me shqiptarët në faqen 11 të gazetës shqiptare. Forumi Musliman raporti ja si diskriminohemi në komisariate, si jemi terroristë, shkrimin faqen 17. Lista emrore, pronat në Korçë dhe Pogradec, statusi për çdo dosje në Agjencinë e Trajtimit Pronave, shkrimin faqen 14 deri në faqen 16. Libri, intervista, histori, kulturë dhe emancipim, Monika Shoshori, Stafa sjell kod, faqen 18-19. Një tjetër lajm dite ka qenë ai i deputetit Armando Prenga le mandatin Piroli PS-s e marrun. Deputeti çon letër metës, dorëheqjem për hir të qetësisë familjare. Pasardhësi në listë do të plotësoj formularin e dekriminalizimit, është shkrimin faqen 3. 11 dokumente të leja për shtesa dhe merremetime, si ta merrni për 45 ditë në faqen 6. Në fakt për merremetime në shtëpi shumë e gjatë, është procedura 45 ditë, më shprishur shtëpia mua nëse pres ta marr lejen për 45 ditë, se 45 ditë është ligjore, por shkon edhe më gjatë. Gjithsesi, kështu ka menduar. Ecim me opinionet e ditës nga gazetën shqiptare, nga Adri Nurellari, paradoksi i demokracisë me shqiptarët e Malit Zi dhe Maqedonisë në faqen 20. Ndërkohë që nga Fitnete Gruda, unë protestoj kështu, është opinioni që vjen në faqen 21. Kalojmë tani në gazetën Shekulli, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Hipoteka ndryshon kalimi i pronësisë. Procedura e re, rastet kur rishikohen kufit dhe ballafaqimi për mbivendosjet. Shmanget paraqitja në sportele, 15 ditë për të marrë certifikatën. Dokumentet që kërkohen dhe procedura që do të ndiqet për të verifikuar pronësinë. Absolutisht kjo është një e vetmja zgjidhje, ndoshta që ka, pra edhe për mbivendosjet ballafaqimi, pra edhe të verifikohet se kush ka të drejtë, do ta bëj këtë padyshim duke verifikuar dokumentacionin e plot të pronësisë, ndërkohë që sa i përket pastaj kufive është një tjetër çështje se secili e ndan sipas dëshirës pastaj tokën me fëmijët e me njerëzit e familjes. Vendimi surprizë. Shqipëria merr pjesë në lojrat olimpike të vendeve islamike. Viron Bexhani, do të përfaqësohemi me 7 sportistë. Shqipëria anëtare e konferencës islamike për 25 vitesh, por nuk ka marrë pjesë. Shkrimi në brendësi. Zharza, në grev na bën presion, ndaluan në 60 vetë. Protesta banore të zonës vdesin që 57 vjeç. Prokuria nis hetimin e bankës, qeveria vendos dëm shpërblimin, është shkrimi pra që vjen në faqen 4 dhe 5. Në kryet gazetës Shekulli kemi edhe titujt e tjerë, bojkoti i opozitës, tensione në grupin e PS-s. Ruçi urdhëron deputetët mos dilni jashtë vendit në faqen 11, pra për të mos krijuar probleme me numrat në kuvend. Ekzekutimi të Del Niro, vrasja Elton Qiqos dorëzohet Renato Miloshi, për një viti ishte në kërkim nga policia, u dënuar për armbajtje pa leje, mbetet në kërkim Jani Aliaj në faqen 12. Reportazhi në Fier, si po zhduken arat e mbjella me grur në Shqipëri. Alarmi, e mbjellin grur dhe na del thekër, fara më e keqe në 30 vitet e fundit. Problem importi dhe kostot nga plerat te punimi në faqen 16 dhe 17. Prandaj ka institucione që duhet i verifikojnë e t'i kontrollojnë këto fara që mbjellim, se në një anë na del domatja e çuditshme, kastraveci çuditshëm në Lushnjë, ndërkohë që del gruri thekër në Fier. Pra është shumë e rëndësishme në fakt kjo. Polikron Çela sjell këshilla 2 llojet e infeksionet të fëmijët, shenjat, kurimi dhe çarjat në faqen 15. Kalojmë tani në një tjetër të përditshme, kalojmë në gazetën Tema, e cila vjen me titujt e saj kryesor, titulli qendror, thirrja e Ramës për PD-n, votoni vettingun dhe pastaj bëni çfarë të doni, shkrimin faqen 4 dhe 5. Gjyqtari në KLD, pronari i universitetit më fali 80.000 euro, ka ndonjë gjë të keqe këtu? Është argumenti që vjen në faqen 10. Investigimi i skandalit, si ka vjedhur bankës shqiptare dhe roli i dyshimit i Wesley Clark, shkrimin faqen 6 dhe 7.
Analiza e New York Times, hapja dosjeve të sigurimit, përpjekje pozitive apo loje politikës, shkrimin faqen 10 dhe 11. Ndërkohë, në kryet gazetës, kemi edhe titujt e tjerë, Shqipëria vendi më i varfër, po i dytin botë për numrin e lokaleve në faqen 10. Absolutisht kjo është edhe një e vërtet e madhe. Shkrimi në faqen 2 është si gjithmonë antena brenda familjes, The Guardian, Ballkani problemi i vërtet për Trump. Shkrimi në faqen 12 dhe 13. Editoriali nga Merobaze, bëjeni lulëzimin të madh përsëri, shkrimi në faqen 8. Keti Bashdari, luli si eksperimenti social i doktorit, faqen 8 dhe 9. Bledimane, metaik ose metalik, si doni lexojeni, e ka përdorur në dy kuptimet, në faqen 9. Met Dervishi ka rojnë debatikas në shkollat holandeze, shkrimi në faqen 9. Gazeta Mapo vjen me titujt e saj kryesor, vendimi, bankers në telashe, prokuroria rihap hetimet, qeveria hap thesin, prokuroria e Firit nis 2 procedime penale për ngjarjet në Marinës 2 vjet më parë dhe ato të dhjetorit vitit kaluar në Zharës, kundër kompanisë Bankers Petroleum. Fontanat e gazit në Marinës që futën në sherr ambasadorin Lu dhe Lalla. Qeveria vendosi podje që të dëmshpërblej masën 100% banesat e shkatruar, shkrimin faqen 2. Pra, lajmi më i mirë për banorët është dëmshpërblimi, pastaj sigurisht edhe hetimi që do të zbarë një histori që ka mbetur gjithmonë në kufijtë mes tërmetit dhe shpërthimeve të kryera jo nga dora e njeriut, jo nga dora e Zotit. Dekriminalizimi 4 të tjerë në radhë pas ikjes së Prengës. Dorëheqja Armando Prengës, ndërsa shfrytoi kërkesa e prokurisë për të hequr mandatin, hap radhë për 4 dosje të tjera. Ndërsa tani në kuvend ndërsa deri tani nga kuvendi janë larguar 5 deputet. Faqen 3 shkrimi. Përplasja, Basha, Rama nuk e do vetingun. Rama, drejtsinë e kanë kriminalet. Kryetari i PD-s Lulzim Basha në fjalimet e mbajtura dje në çadën e protestës opozitës i ka cilësuar si fars apelet e vazhdueshme të kryeministit Rama për votimin e ligjit vetingut. Shkrimin faqen 4 dhe 5. Shkolla dimrore në UET, Vera Bekteshi kompromise në jetë dhe bëhen, por dia të jep fuqi, pra shkrimin faqen 13. Editorialin faqen 7 nga Jan Çuri, PD duhet të ngrejë një çadër shumë më të madhe, është titulli që vjen në brendësi. Opinioni, faqen 7, organet e vetingut, si mund i shpëtojmë, nga Fabian Zhilla. Komentin, faqen 6, Erion Velia, një karikatur për vetingun nga Armand Shkullaku, vjen titulli. Ndërkohë, suplementi ekonomi, është pra Mapo ekonomi, kërcënimi nga populizmi, a ka një rrezik real në vendin tonë, forumi ekonomik i Tiranës, shkrimin faqen 9 dhe 11. Ndërkohë, kemi ngërçin nga Bujar Kapexhiu, respekt kushtetues është pra ONM-ja antikushtetues është ministri Vasili. Kalojmë tani në gazetën Standard, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Thyen ligjin dhe premtimin, zbulohen rastet, pa u miratuar plani vendor, Velia i jep leje ndërtimi. Erion Velia i premtoi në fushat, s'jap leje ndërtimi, por sot shpondon. Sipas vendimit të qeverisë dhe KKT-s, pra Këshillit Kombëtar të Territorit, s'do lejohet dhënia e lejeve pa miratimin e planeve vendore. Velia i thyen me të dyja këmbët, parking dhe tek rruga Elbasanit. Çfarë fshihet pas trendit të Krybashkiakut për parkingje nëntoksore? Preken edhe 7 xhuxhat, pra qendra e famshme e lojrave 7 xhuxhat që është në fillim të rrugës së Elbasanit. Shkrimin faqen 13 dhe në faqen 17, pra është një speciale investigimi i gazetës Standard. Ambasadorja flet për herë të parë, vila trillim i disa politikanëve. Zonja Vlahutin, po me 2 fish çmimi pse e more vilen, po për kriminalet e drogës pse s'flet, janë pyetje që ngrej Gazeta Standard, shkrimin faqen 5. Meta me bashkëreporterët e Këshillit të Evropës, transparencë maksimale për zbatimin e ligjit të vetingut, shkrimin faqen 6. Ndërkohë, në brendësi kemi edhe lajmet e tjera, apo edhe opinionet e ditës, opinioni hidroportale nga Edison Ypi në faqen 12. Nga Majlinda Tegrida, vështirësia e të bërit opozit kur mendon se je e bukur, shkrimin faqen 12 është rubrika pikante në gazetën Standard. Dita e 10, Basha sot kërcënohet liria nga kryeministri që shkel kushtetutën e mbron kriminalet në faqen 2. Loja Roshi Rama, ish Krybashkiakur, kërkon shfuqizimin e vendimit të kryeministrit, shkrimin faqen 6. Sot do të jetë seanca në gjykatën kushtetuese, ka kërkuar edhe Partia Demokratike, pra grupi parlamentar i Partisë Demokratike që të jetë palë në proces për t'i dhënë më shumë garanci sipas këndvështrimit të opozitës.
Dhunohen binjakët, morën pjesë në protestën e Partisë Demokratike. Babai i qeverisë kaq poshtë rat, shkrimi në faqen 3. Analiza kush bllokon ndërtimin e akseve rrugore të vendit, shkrimi në faqen 8 dhe 9. E qelluan me vezë, dënohen studentët që sulmuan Ramën në vitin 2015. Do kryen 6 orë punë vullnetare, shkrimi në faqen 10. Kalojmë tani në gazetën Telegraf, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Drejtoresha e shkollës në rrjetin e trafikut të drogës. Ditët e fundit ka nisur hetimi ndaj një titullare të arsimit, emri i secilës ka dalë pas arrestimit të një rrjeti trafikut të drogës. Hetimet janë në fazën intensive dhe pritet prangosja e anëtarëve të tjerë të grupit, shkrimi në faqen 3. Fondet publike gjah abuzimesh për zyrtarët. Ministria e Brendshme tender 1.6 miliard lek për të marrë makina me qira. Ujësjellësi i Tiranës 800 milion lek naftë për nga faturat e ujit të qytetarëve. Shëndetësia nuk ka të ngopur, edhe 1.5 miliard për maternitetin e Korçës, shkrimi pra në faqen 6. Në fakt, me që jemi tek ujësjellësi, tek faturat më të larta kanë ardhur gjatë kohës kur ishte ngrirë ujë dhe nuk vinte fort ujë dhe ato janë faturat më të larta të muajit janar, pra janë më të larta. Megjithatë, që historia faturave është një histori shumë e vështirë për t'i shkuar deri në fund. Oshe investon në zonat turistike. Rama Gjiknuri dhe drejtoria Dejan Çela përvojnë investimin $4 milion në stacionin e Lezhës, shkrimin faqen 8. Vetingu dhe antarësimi në BE. Kreu i Kuvendit Ilir Meta pret bashkëraporteret e Komisionit të Monitorimit pranë Këshillit të Evropës, shkrimin faqen 2. Studimet në Europë. Spanja ofron mundësi shkollimi vetëm me €300. Kriteret, regjistrimet dhe vizat studentore, shkrimin faqen 15. Auditimi publik në shërbim të qytetarëve. Kreu i Kontrollit Lartë Shtetit, Bujar Leskaj dhe titullarët më të lartë të institucioneve bashkëpunuese zhvillojnë analizën vjetore në Universitetin Ismail Qemalin Vlorë, shkrimin faqen 10-11. Politika e ditës. Sazan Guri. Bankër si kompania që ruhet nga shteti. Miltiad Muçi, për rallat e ministrit për kanabisin. Avokate Antela Kolaj me zemër tek çadra e lirisë në faqen 4, 9 dhe 14. Intervist me Gjergj Rulin, kreu i Federatës Shqiptare të Atletikës në Beograd për që një hap përpara politikës. Në garat e kampionatit evropian, Luiza Gjega dhe Izmir Smajlaj do të triumfojnë, shkrimin faqen 20-21. Suplementi sportiv, qeveria shkrin tatimet e Delvinës, në fakt është harruar ndoshta nga dje, megjithatë ndjes pra që edhe unë solla, pra është rubrika me informacione në brendësi. Qeveria shkrin tatimet e Delvinës dhe godina një jep për rilindjes për zyra elektorale, faqen 7, pra. Tatimet bëhen zyra elektorale. Kura gjermane për arterjet e bllokuara, gurët në veshka, kolesterolin e lartë dhe forcimin e zemrës në faqen 18. Problemet nervore tek të sëmurët me diabet dhe prekja organeve, migrena, rrezik për tromboz në faqen 19. Opinion dhe koment, siguria e gazetarëve në agjendën e OKB-s, Frank Shkreli, zgjedhtori i VOA-s për Euroazin. Shqipëria një kazino fati nga Bardyl Berberi, shkrimin faqen 8. Kalojmë tani në gazetën 55, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Rama, themeluesi i krimit në parlament dhe loja me vetingun. Politikani që solli grupin parlamentar të krimit s'lëshon asnjërin nga eksponentët e tij. Është titulli pra i gazetës 55. Basha me isht për ndjekurit, liria kërcënohet nga diktatura e krimit. Deklarata, vetingu do të kaloj pas rrëzimit të qeverisë së bandave dhe garantimit të zgjedhjeve të lira, është citimi i kryetarit të opozitës Basha. Forum pse bota e financës ndërkombëtare vazhdon të sulmoj Brexit Il Giornale, shkrimi pra në Il Giornale. Harrojnë lindjen e mesme e Kinën në Ballkani, kokëdhimje për Trump dhe Guardian. Bomba në legatën ruse, sonet nga uran Kostreci, pra janë disa nga argumentet që i gjenin brendësi. Ndërkohë që për të vazhduar me lajmet e ditës, ministri Vasili pres reflektim për vetingun. Institucionet të reagojnë për ONM-n. Ish kryeministri Berisha, Rama nxori Baditin nga dritarja për ta futur nesër nga dera. Standardi parlamentar i Edvinit, flet kandidati PS-s në Lezhë, bëra vetëm 2 muaj burg, dua të bëhem deputet në vend prengës. Armando vetvritet me porosi dhe nxjerr Ramën Lakuriq nga Kastriot Islami, shkrimi. Në brendësi, analiza e kontrollit lartë shtetit në Vlorë, Leskaj vetëm gjatë 2016-s, dëmi ekonomik i qeverisë shkon në 188 milion euro. Rubrika e përjavshme çdo të martë në gazetën 55, Japonia, një mik më i afërt se Kina, është suplementi. Diplomacia e re e Trump po vendos përsëri Japoninë në linjën e mbrojtjes së përbashkët ushtarake,
marrëdhëniet Japoni-SBA, i njëjti krevat ëndra të ndryshme. Analiza, Tajvani dhe parimi i pasigurisë trampiane. Kalojmë tani në gazetën Rilindja Demokratike. Titulli i saj kryesor, titulli qendror i gazetës RD Organ i Partisë Demokratike është ultimatumi, protesta, shkelma e grushta dy motrave. Dy motrat Binjake, Antoneta dhe Gladiola Hatillari kanë qenë duke ecur në bulevard ku dy persona kanë dalë nga një lokal që ndodhet përballë shkollës industriale dhe i kanë goditur me shelma e grushta pasi shkuan në protestë. Ultimatumi i Bashës për policinë, shkrimi në faqen 5, faktikisht deri në 12 deri në mesnatë, nuk e di nëse ka pasur në informacion pra për agresorët. Titulli tjetër me foto dhe qendror i gazetës RD, Armata e përmbysjes, qindra mirat e protestuesve së 18 shkurtit dhe 10 ditët në sheshin e Lirisë paralajmërojnë furtunën që po vjen, është citimi i Bashës. Çadra e protestës si një agore demokracisë nga Ndriçim Kulla në faqen 12, një intervistë në vendin dhe kohën e dur nga Hamid Taka në faqen 10. Ndërkohë kemi edhe titujt e tjerë, një mision historik nga Myqerem Tafaj, shkrimin faqen 10, Armando vetvritet me porosi nga Kastriot Islami, shkrimin faqen 6. Ndërkohë kemi edhe në krye të gazetës disa tituj kryesor, pse ja mbathi Rama dje nga Universiteti Bujqësor në Elbasan, ndryshoi agjendën në momentin e fundit pas informacioneve se do të pritej me protesta. Merrni në dorë fatet e vendit tuaj, mesazhi i CDU-s. Gjermania, Europa dhe tërë bota kërkon të dëgjojë zërin tuaj. Të rinjtë e Merkel i bashkohen çadrës së protestës, është shkrimi që vjen në gazetën RD, duke pas parasysh se dje nuk ka pasur publikim gazetës RD për shkak të dielës. Kalojmë tani në gazetën Ballkan, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Më fani, ka dhe një titull pra që mbeti pa lexuar, vajza që shfrytëzoi Artur Bushi po prostituohet sërish nga vëllai i tij, është një lajm që vjen pra në gazetën RD. Ndërkohë tani do të ndalemi në gazetën Ballkan. Falja për pensionet dhe bizneset, ligji mbërrin për miratim në kuvend. Kush përfiton nga heqja e gjobave, amnistia fiskale, pra është rubrika që vjen në brendësi të gazetës Telegraf, pikërisht në faqet kryesore të saj. Gazetës Ballkan. Vendimet përfundimtare, Agjencia e Trajtimit Pronave, kriteret e reja për të marrë kompensimin, faqen 7. Legalizimet, lista e plotë e përfituesve të qarkut Tirani, gjenin gazetën Ballkan, shkrimin faqen 6. Shtesa e re e pensioneve, sa përfitojnë personat që do të shtohen në skemen e përfitimeve, kundërshtohet nga shoqata indeksimi për 3% i miratur nga qeveria. Dorëheqja, prenga dorëzon mandatin, PS me një deputet më pak, shkrimin faqen 2. Reformë me klikime, Rama fton qytetarët në nënshkruajnë për vettingun, shkrimin faqen 3. Klubi Ballkanit nga Artan Fuga, po sikur të çmendën të gjithë deputetët, është titulli që vjen në brendësi. The New York Times, hapja e dosjeve të sigurimit, si do të veprohet me ish bashkëpunëtorët, një përpjekje pozitive apo lojë politike është. Pra, edhe New York Times merret me çështjen e hapjes dosjeve, një histori që vazhdon të jetë pra, sidomos hapja dosjeve si një mjet presioni apo përdorimi politik. Dëmshpërblimi i shpërndjekurve, afatet e reja për aplikim. Klosi, si do të bëhet punësimi i personave me aftësi të kufizuar, në faqen 6. Hynë në fuqi punonjësit e policisë, hynë në fuqi pra vendimi, punonjësit e policisë 20 deri në 50% shtesë pagë për turnet e natës e festat, shkrimin faqen 6. Këshilla mjekësore që çuesit janë më të rrezikshëm se sa mund ta mendoni, faqen 14. Opinion Rama ngatroi kekun me byrekun nga Luciano Bocci. Ndërkohë kemi shtetar parimor dhe sovran për reformën drejtësi nga Albeni Saraj në faqen 10 dhe të fuqishmit e Ballkanit luftë kundër Sorosit nga Maksim Sinematin faqen 10. Kalojmë tani në gazetën Integrimi, organi i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Petrit Vasili, drejtësia e realizuar është një drejtësi në të cilën vendimi ekzekutohet. Analizë vjedore e shërbimit përmbarimor shtetëror në faqen 5. Absolutisht një çështje shumë delikate kjo e ekzekutimit vendimeve. Pothuajse pjesa më e madhe e shqetësimeve qytetare që kanë me ato vendimet mira apo të këqija të drejtësisë janë ekzekutimi i tyre. Edhe përmbarimet private nuk po arrin dot të ekzekutojnë pra në masën më të madhe vendimet e gjykatave nëpërmjet shërbimeve përmbarimore. Me drejt, zoti Vasili e sjell këtë argument.
Duhet përgjegjësish politike. Ilir Meta, të garantojmë standardet më të larta bashkëkohore në zgjedhje. Shkrimi në faqen 3. Kryetari i Kuvendit priti bashkëreporterët e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, transparencë maksimale për zbatimin e besueshëm të reformës në drejtësi, në veçanti ligjit vetingut. LRI dhe LGI zhvillojnë takimin në qarkun e Firit, të rinj, gratë dhe vajzat kontribut themelor në LSI për të garantuar një shans për të gjithë. Shkrimi në faqen 3. Intervista e deputetit LSI-s. Ylli Shehu vëmendja dhe shërbimi me përulësi ndaj çdo qytetari, vlerat të LSI-s, shkrimi në faqen 2. Takimi me banorët në Skapar, Silva Caka, LSI rol pazëvendësueshëm për përbërjen e reformave të mëdha për vendin, faqen 3. Intervista, kryetaria e LGI-s Kamz, Armanda Përleka, integrimi i grave në jetën sociale dhe politike, objektivi ynë kryesor, në faqen 7. Panariti, krijimi i kodeksit të sigurisë ushqimore rrit cilësinë dhe sigurinë, analiza vjetore e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në faqen 4. Duhen edhe vepra shumë, jo vetëm thjesht hartime kodesh. Koment, psikanaliza e gjeopolitikës së sotme globale, imbi pa ju, projekt Syndicators, shkrimi në faqen 12. Ndalemi tani në shtypin sportiv, ndalemi në gazetën Sport Express, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Ecuria perfekte, tani në Korç presin Kreun, shkrimin faqen 7 vjen nga Skënderbeu. Partizanin, të kuqt premio për barazimin, denoncim për gurët në Kukës, shkrimin faqen 5. Idrizi, jemi 27 pikë. Presidenti flamurtarit i riktheh çështjes së 6 pikëve të hequra. Do të na rijepen kam besim të plot, shkrimin faqen 6. Pra është presidenti i flamurtarit, Sinan Idrizi. Munka, sa e vështirë jeta si drejtor, nga ish futbollist klasi në drejtues të heshtur, në luftë për të krijuar një profil të vetin, pra është Devi Munka, ish lojtari i Vlorës, por sidomos historinë e ka bërë te Tirana, shkrimin faqen 2 dhe 3. Superliga, Tirana sponsor të tjerë në horizont për bardhë dhe bluç, shkrimin faqen 3. Kuksi, rumbullaku i qetë, thjesht çështje fati, shkrimin faqen 4. Vllaznia cungu she nga luftëtari, synimi është hakmarrja në faqen 8, pra është vllaznia përballet me luftëtarin. Kategoria e parë, Beslidha thyen Burrelin, Lekaj përfundon në spital, shkrimin faqen 9. Angli, dram shakespeariane, Leicesteri ngjallet para njërin, shkrimin faqen 19, fitoi 3-1 ndaj Liverpoolit. Milan, fundjava historike, djalli bëhet kinez në faqen 16, pra të fundjavë djalli do të jetë Made in China. Spanjë, helmohet La Liga, fitoria e Realit nën akuzë, shkrimin faqen 18, të gjithë kanë kërkuar hetimin e fitores ndaj Villarrealit 3-2 në transfert për Realin e Madridit. Kalojmë në gazetën e fundit për sot, është gazeta Golet, cila vjen me titujt e saj kryesor. Gjyqtarët e huaj dhe psikologjia e klubeve. Gjykimi ka qenë themra e akilit të edicion kategorinë superiore. Shpeshherë, skuadrat kanë akuzuar xhaketat e zeza për aftësi apo gjykim të njanshëm. Është shkrimi qendror, pra që vjen në faqen 2 të gazetës, ndërkohë që me foto, titulli i gazetës Gol, alarmi, vetëm Korabi më keq se Tirana, shkrimin faqen 2. Fakt për nga loja, ndoshta edhe jo, madje Korabi në ndeshjet e fundit ka bërë paraqitje më dinjitoze. Takaj, Kuksi, Partizani, ndeshje e fortë, më pëlqeu rezultati. Shkodranët, vllaznia nis antiluftëtarin me analizën e humbjes ndaj Skënderbeut. Legionarët Zvicër, 2 shqiptarë në formacionin e javës, Taulant Xhaka dhe Armando Sadiku. Kuksi, golat vinë vetëm nga dyshja Pejić e Mini. Sfida me Partizanin tregoi edhe një herë tjetër varësinë e skuadrës së Ernest Gjokës nga sulmi. Të gjitha lajmet i keni në faqen 2 të gazetës Gol. Këto pra ishin titujt kryesor të shtypit për ditën e sotme. Pas pak do të jemi sigurisht në komunikimin tonë të drejt për drejt, është ora juaj, është hapësira juaj. Jeni sigurisht të mirë pritur në 2 numrat tanë telefonit, vetëm pas pak çastesh për të adresuar problematika, për të adresuar shqetësime, mendime dhe sigurisht edhe sugjerime që keni. 04 23 44 720 dhe 069 670 24, 2 numrat e telefonit. Pas pak. Jemi drejt për së drejti dashur miq, për të filluar komunikimin tonë të drejt për drejt nëpërmjet 2 numrave të telefonit, edhe një herë po i kujtoj për gjithë ata që po na ndjekin nëpërmjet valve të Radio Orës. 04 23 44 720 është numri fiks, ndërkohë që numri celular është Vodafone 069 670 24. Pa humbur kohë, do të presim telefonatën e parë për sot. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
Mirë se erdhët, ju përshëndes, faleminderit. Ju uroj për emisionin. Faleminderit. Desha të një një gjëra shkurt. Patjetër. Në rast të parë për kompensimin e pronave. Po. Jepni në për gazeta dalin në lista koti që ka dalë kjo apo ka dalë ajo, para asgjë nuk është e sa. Ne të gjithë dhe ish pronar, unë jam një ish pronar, që ato ne kemi të rëzuar dosje në agjensinë e këtimit kompensimit të pronave dhe nuk duhet të marrë një njoftim nga gazeta apo nga mediat, dhe duhet të marrë institucionalisht nga dërgoj në adresën time që kam dërguar dosjen aty. Është drejt kjo apo jo? Shumë e drejtë, absolutisht keni plotësisht e drejtë dhe unë e kam thënë më përpara. Boll më jemi ngopur me lista që publikohen në gazeta me emra, të cilët pastaj presin edhe ju disa si marrin fare, pas kanë marrë akoma parë, po edhe ata që kanë marrë janë detyruar të presin me vite të tëra të çojnë diçka në llogaritë e tyre bankare. Po. Ne do t'ju lutem sa shumë nëpërmjet emisionit tuaj që thuhet agjencisë të kompensimit të pronave, të dërgohet sipas adresave që kemi, sipas asaj dosjeve që kemi dërguar në edhe adresat që kemi aty. Absolutisht shumë e drejtë. E dyta, kemi ishte përndjekur politik. E njëjta gjë ndodh edhe tek këta që po falen në për gazeta dalin disa përsëri falso. Nëse i përsëritin herë 10 herë sot 1 septembra. A është vërtet kjo? Edhe kjo shumë e vërtetë, edhe për këtë sigurisht e njëjta situatë me pronat. Ata luajnë me këtë, unë jam edhe ishi të ndjekur politik. Luajnë me këtë për 2000 ishtë të ndjekur politik që janë të gjallë, dhe në propagandë politikë këtë të koti, që disa edhe nga këta 2000 nuk i kanë marrë. E kuptova. Shumë e drejtë. Është mirë që juve të investigoni në Drejtorinë e Financave të Ministrisë së Eksport, dhe të shikohet në fakt historia e këtyre pagesave të ndjekur politik. Shumë e drejtë. Okej. E treta, se thatë keni 3. E treta, unë po ju them. Po, shumë e drejtë. Këtë që po jepet tani për atë që po bajnë ato listat nga në për ato çadrat për vetimin, për protestën Po. Opozitës. Dhe si desha të di që ta persona që të grejnë këto çadra atje, ku të vejnë Erion Delia me shok. E më kupton? Po. Këto lista, mund t'i verifikoni këto ka mundësi që t'i jene të gjithë antarë të Partisë Socialiste, ose bëhet qëllimisht për kundër vend protestit. Mund t'i investigohet edhe kjo gjana juaj. Drejt, edhe kjo sigurisht për të verifikuar, po paraprakisht unë kam folur me ekspert, fuqi ligjore, gjithë ky peticion nuk ka, thjesht për të treguar pra një lloj kundërvendje ndaj edhe situatës politike ndoshta. Okej, unë të falenderoj shumë, janë të 3 argumente të rëndësishëm sigurisht për të trajtuar. Shumë faleminderit për këto pyetje që adresuat dhe sigurisht e para një për kompensim për Agjencinë e Trajtimit Pronave. Me drejt, thot zotëria, përgjigjen s'ka nevojë, nuk duan të shohin, ndoshta edhe për efekt thjesht imazhi, s'ka nevojë pse dalin emra në gazetë pafundësisht, siç pas mendimit të zotërisë, por njoftimi të bëhet, nëse Patriku ka për të marrë një përgjigje në Agjencinë e Trajtimit Pronave, njoftohet Patriku. Nëse jo, rrija aty ku është, dosja të mbyllet dhe mos dalin emra kot gazetave. Dhe për ndjekurit politik, po e njëjta gjë. Ecim më tej, presim tjetër telefonatër. Mëngjes. O, mirëmëngjes, Patrik. Mirëmëngjes, si dashur. Përshëndetje. Mirë, faleminderit. Unë jam 2 gjëra kam me Patrik. Po. Radhë parë jep për këto legalizimet. Edhe kjo është si puna e pronave të përndjekurve, emra. Dgjoj, unë kisha një kërkesë, Patrik. Po. Të lutem shumë. Mos bëjnë lojnë me këtë popull, se po bëjnë si puna filmit, del kryeministri aty më lë ca personat vetët aty dhe thot, na të magzosh thot, jepja burrit thot, jepja kështu, jepja shumë, janë ca gjëra që me pak krip fare që nuk mjesën nuk na i bëjnë. Mjesën për Natalin, po pakin mos Natalin televizor, me këto televizorët direkt ku shko kryeministri ka rrezik edhe atje në banjë ku shko kryeministri edhe atje në banjë kanë për ta filmuar me burrit. A më mërë se në po në delë shpirti më burri dhe. Qartë. Po gjithë rena më burra, asë i gjosë për bëjnë. Edhe e dyta është, të shirë Patrik.
puna vitingu të Patrik. Tashti, del ish ministri, në qofë se ke pamram, ke Vizën Pluzi, ish ministri Manjani, me ato që thot ai është shpirti vllajt, ka qenë ministër vllajt, është i qeverisë. Me ato që tha Imran, tu është një rumpall, tu nuk merret vesh çfarë bëhet. Dhe ky edhe Vasili e kundërshton. Po çfarë vitingu duhet do më vllajt, e di si po pso Shqipëria po ja. Si puna aty të pasurit, që është Europa, që i mund të jetë një pas duaj, jepi çop buk, shugarajt, edhe tallet, po hajde maja dy thatë me qymyr mund me çështje shtëpia. Po serët me majtë thatët, nuk t'ja buk mo. Edhe neve kështu kena mësuar si Shqipëria vllajt. Po çfarë vitingu duhet do më shpirti vllajt, çfarë vitingu. Po kush, a na jep njëri garancie Patrik që kjo drejtësi që thotë janë kriminalët mrena, e janë kështu që thotë kriminalizë. Kush na jep garancinë që ato që do zgjedhë ai do jenë burrat më të mirë Shqipërisë, që do japin tokat këtyre njerëzve, që do bëjnë çdo ligj, si thotë që po çfarë janë to më shit. O Patrik, po gjithë bota kështu më çfarë po bëjnë to. I bën këto prokurorët e gjykatit i bën legjenda fare qytet botës për valla. Kriminalët thotë ai. Janë kriminalët. Ai ka marrë i dorë shkollë më vllajt aty. Qartë. Sigurisht gabime ka, nuk diskutohet. Absolutisht. Gjithani ka gabime. Po jo gjithë në një thes, drejt. Ti ti thosh publikisht kriminala, prokurorëve, gjykatit, kjo është turpi i madh. E drejt. Faleminderit shumë. Ato prokurorët do bëjë vitingu. Me çfarë? Do pinga bota vitingave. Qartë. Faleminderit shumë pyetjet, cilat ngrihen padyshim janë të rëndësishme se nëse shohim cilësinë e parlamentit, sigurisht pikpyetjet janë edhe për cilësinë e mënyrës se të bëhet reformimi i drejtësisë, se nga të njëjtat struktura po bëhet ashtu siç është bërë edhe politika vazhdimisht gjatë këtyre viteve. Presim tjetër telefonata, mëngjes. Okej. Do të kalojmë një herë në komunikimin nëpërmjet në numrit tjetër. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Faleminderit. Përshëndes. Jam një banor i fshatit Kasall. Po. Bashkia e Madhe Tiranë. Po. Jemi të vendosur 116 familje me vendim qeverie në këtë fshat, se jemi banorë të përmbytjes hidrocentrales Tirëzës. Po. Për ta sqaruar problemin tonë, se ka shumë probleme po ky fshat. Shiko, se kemi një diskutim shumë faleminderit që morët, dhe sigurisht sepse bëhet fjalë për të gjithë familjet e prekura nga ndërtimi i hidrocentralit Firëzës, cilët janë përmbytur dhe kanë humbur pronat e tyre në gjithë luginën e lumit Drin. Atëherë, një pjesë drejtuesit e shoqatës familjeve apo një pjesë e familjeve thonë që nuk janë prekur fare nga nuk janë dëmshpërblyer, nuk kanë marrë as tokë diku për të jetuar. Ju futeni, flas familjet e vendosura, 116 familjet e vendosura në Kasall, që është diku këtu pranë Tiranës, nuk është shumë larg, se duket sikur është larg, por është rrugës kur del nga Tirana. O Patrik. Atëherë, ju quheni të kompensuar, ju është dhënë tokë në Kasall apo vetëm një vend për të ndërtuar shtëpinë për të jetuar aty? Jo, absolutisht jo. Ne jemi me fazën e lëvizjes parë, vendimin qeverisë që doli në 95-ën. Jemi banorë që kemi lëviz me fazën e parë. Dhe përmisht na kanë pasur në Lushnjë. Me në pajis me të edhe tokë bëjqore. Aty në një vendim tjetër nga Lushnja në Spërngullin nuk në qunë, aty në qunë në komunën Vaqar. Domjan, me fjallë, Vaqar Domjan. Aty me në dhëmë tokë dhe troje. Lëvizjet që u banë mune të 96, 97, aty zonë nga dikush tjetër. Pa arrit puna me shkune aty, në Domjan të Vaqarit, po flasim gjithmonë. Nuk në dhanë aty. Nga aty me një vendin qeveri në asjellën këtu në Kasall. Në Kasall në ka dhënë vetëm nga 400 metra të ullë për ndërtim banese. Po mirë, tani se këtu doja të dilja. Ju me çfarë jetoni në këtë zonë? Më falë. Në atë kohë u shëqum edhe me kredi ata gjatë për 20 vjetë. Me dërtu këtë banesat se ishim jashtë, ishim me fëmijë jashtë. Po, drejt. Se na kishim tonë nga atë qojë, si na nuk kishim tokën tonë, atë na kishuet, dhe në thonë, sistemi i kalum na kishë vendosë në fajza. Po, në fajzat hasi, gjithmonë. Edhe me njëllën në cilë të hapur. Po. Tani në prunë Kasall me 400 metra të ullë, vetëm për banesën. Aty në dhanë nga
milion e gjys për frim kredi antibanesave. Po, nga antibanesave, po. Antibanesa me Vendim qeverie, po, drejt. Po. Tani ndërtuam atë shtëpiat, çdo familje 10 milion, dikur 5 milion, dikur 6 milion, dikur 12 milion, si po thonim, unë ndërtuam si që ndërtuam atë kanë një përgjithë pa ndërtuar. Po, më falë, se për mos të i hymë gjithë historisë, se nuk e serojmë dot, sepse ne kemi qenë dhe e kemi parë situatën nga afër. Ju tani çfarë kërkoni? Kush është problemi që kanë 116 familjet e zhvendosura në Kasall të Tiranës? Po, ne kërkojmë tokë sikur janë gjithë katonat e Tiranës, katonat me fjalë Tiranë që të rrisën me një fshat, pa tokë asë njërë skandaloze. Plus tjetër është bon, se antibanesa në ka hedhë në gjyqë. Për punën e kredive? Për rikthimin e kredis. Ne nuk kemi asnjë mundësi që ta kthejmë kredin për arsye se nuk kemi kushte jetese. Në fshat pa tokë, pa bashki, pa asnjë botë. Qartë, okay. Unë Çdo javë thirrëm në gjykatën e Tiranës. Okay. Se më bën negociatën, nuk nuk kanë hapë pjesë në dyert e shtetit nacional. Vetëm të avukati topë që na e drejtën plotësisht këtë drejtë ju i ta kërkoni dhe qeveria pse nuk e zbaton vendimin që të japin ai stok në fshat për qëtuar. Okej, unë e kuptoj shumë drejt dhe aty ka dhe një... Më falë Patrik. Ne nuk kemi gjetë asë një rrugë ku të shkojmë vetëm i kemë drejtuar ju. Disa e ka marron, disa e kanë marrë shatarës e minë. Dëgjo. Për se ju njëllet problemi jo një pasirë në rrugë të madhe. Vaksinën dyre që ka Tiranës për çdo javë. Atëherë, në fakt këto dy probleme që adresuat sot, pra çështjen e tokës dhe çështjen e gjyqjeve, ne në komunikimin që kemi pasur nuk janë evidentuar. Kemi pasur probleme, një probleme që ka banorët e Kasallës dhe janë jashtë vëmendjes, flasim investimeve, pra aty mungon, ka probleme me rrugën, ka probleme me kanalizimet, me heqjen e mbetjave, para shkollës, ujtë e pishem, pra nuk ka ujë Kasalla. Pra janë një probleme, po këto dy probleme dalin të reja dhe sigurisht meritojnë vëmendje. Unë të falenderoj shumë dhe absolutisht të premtoj dhe të angazhohem. Po pra, dhe absolutisht kjo është një histori që meriton të trajtohet dhe të sqarohet, sepse doli edhe problemi tjetër, pra do të vendosësh diku tjetër, jeni transferuar, pra ka pasur një sorollatje vendimesh, qeverie vit pas viti, qeveri pas qeverie, dhe ju akoma sot pas 20 e kusur vitesh nuk jeni, pra po themi nuk keni vendosur përfundimisht, pra nuk e keni të zgjidhur përfundimisht hallin e jetesës, se me 400 metra tokë, për të ndërtuar vetëm shtëpinë, me kredi cili nuk e keni shnyer dot, sigurisht që është një situatë jo pak e vështirë. Ajo problem që kemi humbur na, ajo problem, kemi lënë për interesat përgjithëse madhore. Qartë. Ajo problem energji elektrike. Po pra, po. Kuptoj drejt. Dakor. Të lutem. Ne kemi një absolutisht të hapur. Dakor. Atëherë, thash, premtoj angazhimin për ta trajtuar. Sigurisht i takon qeverisë, faleminderit shumë për telefonatën, i takon qeverisë apo institucioneve përkatëse që të sqaroj situatën, të zgjidh problemin. Qoftë edhe me 7501, ndoshta këta njerëz mund të përfitojnë tokë përderisa duhet kompensohen për dëmin që u ka shkaktuar ndërtimi i hidrocentralit Firzës. Kanë qenë vendosur për vite të tëra në fajzat Hasit, ku sigurisht nuk kanë pasur tokën e mjaftueshme në dispozicion dhe me vendim qeverie janë sjell, pastaj siç e tham, sorolatur nga Lushnja në Vaçar nga Vaçari në Kasall dhe më në fund pra janë vendosur aty, por vetëm mbi themelet e një shtëpie. Kaq. Ndjes se u zgjatëm, por është sigurisht një histori për të sqaruar. Faleminderit zotërisë, ndërkohë që presim një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes Patrik. Mëngjes zonjë. Po mora gazetën Shekullit tani dhe thot, ma shpjego pak për ne të ka marrë sot. Po. Hipoteka ndryshon kalimin e pronësisë sot, rastet kur rishikohen kufit dhe ballafaqimit për mbi vendosje. Po. Tani, unë këtë s'po kuptoj. Tash mbi vendosjet jemi ne që kemi bërë para... Jo. Nuk bëhet fjalë për mbi... Edhe aty mund të ketë raste mbi vendosje, po mbi vendosje do të thotë, nëse unë e kam pra truallin kur është ndërtuar shtëpia, po në hartë apo në hipotek ke shkuar dhe ju dhe keni bërë por regjistrimin. Pra janë mbi vendosura quhet. Janë dy pronar në të njëjtin pronë, pra në njëjtin hapësirë toke. Kjo është ajo. Tani, e di pse të mora? Po. Sepse unë e kam numër regjistrimi, po. E kam me fraksion veç, edhe ai që e ka me fraksion veç. Do me thanë, nuk e di se çfarë do bëhet me këto tonat. Pra, i bie të jetë mbi vendosje, sepse në njëjtin truall keni dy pretendues prone, apo jo? Po. Dikush me një palë letra, dikush me një palë letra.
Atëherë, kjo do të bëhet sqarimi dhe prandaj është shumë e rëndësishme kjo dhe unë vazhdoj të apeloj se është tjetër gjë se ky është problemi i madh. Botohen gazeta, ka filluar të botohen to vendime që në nëntor, e në dhjetor, e janare, erdhi shkurti, mbaroi shkurti, sot është dita e fundit e shkurtit dhe akoma pra nuk vjen në zbatim. Pra thjesht miratohen dhe pastaj nuk vjen në zbatim. Ky është problemi i madh. Prandaj të mora. Se këtë po e bëjmë kështu, se fjala merre me lënë se mishi mbaroi. Shkruajnë që të blenë në gazetat. Megjithatë, një sqarim dhe një ballafaqim dokumentash, se nuk është fjala për të ballafaquar, se kështu të gjithë pretendojmë se kemi tonën, nëse ja lëm njerëzve. Problemi është të ketë ballafaqim dokumentash, pra secili dhe më pas të jenë institucionet, hipoteka, legalizimet, ku diun me radhë, kush kanë detyrën për të bërë këtë proces, po hipoteka e ka, të bëj verifikimin. Hipoteka e Durrësit more o patrik. Ky është një problem tjetër, zonjë. Do me mallku njeri të papsha në përzyret e hipotekave të Durrësit thuaj. Ky është një problem tjetër që unë ftoj. Po pra, unë ftoj ministrinë, qeverinë, drejtuesit e hipotekës qendrore që ta verifikojnë se ka shumë sa ka ankesa për hipotekën e Durrësit. Po s'po e qa kokën ai. Dakor. Megjithatë. Po kanë certifikata kot. Qartë. Mirë, kjo është pjesa tjetër. Do vriten njerëzit, Patrik, do vriten. Kjo është pjesa tjetër që thashë i takon institucioneve më të larta, qeverisë, ministrisë që t'i verifikojnë dhe një herë mirë të hynë në këtë punën e hipotekave, se është një situatë që ju e thatë fort qartë, pra po krijohen edhe vllavrasje mes njerëzve për këto probleme pronash. Shumë faleminderit dhe uroj vërtet që ky puna, verifikimi, ndarja kufive, ballafaqimi me dokumenta ta zgjidh një pjesë mirë të këtyre problemeve, sigurisht nuk zgjidhet i gjithë problemi. Pakten, unë nuk besoj se zgjidhet, megjithatë urojmë që të zgjidhet. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo? Alo, mëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Urime për emisionin. Faleminderit, mirë se erdhët dhe ju. Pak në televizor atë shoqërinë civile që firmoset për atë vettingun, për atë drejtësim. Po. Dhe unë jam nga një qytet shumë i largët dhe nuk e di do vinë ne apo do shkojmë ne aty ku janë ata. Pakten ka lajmëruar se do t'i çojnë edhe nëpër qendrat e tjera qyteteve, po nuk e di nëse vinë dhe aq larg se. Po larg, po ata duhet vinë ku janë gjithë njerëzit edhe nëpër fshatra biles. Drejt. Po, edhe për fshatra, se ne popull jemi, edhe ne votojmë për ta. Patjetër. Tash edhe ne kemi vujt nga këto drejtësisë, jemi dënu, jemi persekutuar 26 vjet. Kuptova. Okej. Hajde, urime për Faleminderit shumë. Inshallah të dëgjojnë. Faleminderit. Ju përshëndes, uroj ditë mbarë. Në fakt, duhet t'i trajtojmë barabartë, edhe për këto arsye, sigurisht politike në qoftë se janë. Mirë, si duhet trajtojmë barabartë. Nuk ka pse vendos vetëm Tirana gjithmonë. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes, Patrik. Mirëmëngjes, zonjë. Përshëndetje. Ju uroj për misionin dhe ju falenderoj që na keni dhënë mundësi që me anë të televiziunit tuaj ngrim sa edhe ne për problemet tona që kemi. Faleminderit, zonjë, po ju dëgjoj me vëmendje. Po, jam një fermere nga rreti Lushnjës. Po. Dhe ju mora sepse para 3-4 ditë zonja Monika Kuremavi bëri një thirrje për fermerët, për gratë femra dhe vajzat e reja fermere që duan të përmbledhen në shafranit. Po. Nëse ishte mund na jetë edhe ne një mundësi për këtë bim. Nuk vini që të kontaktoni me te? Në fakt, është shumë interesante, e keni shumë të drejtë, më vjen shumë mirë që more dhe e thatë këtë, se nuk mjafton vetëm të themi, shko, mbillni këtë se është e mirë, e mos mbillni këtë se është e keqe. Po, a mos ndoshta duhet gjetur skema, a ka interes shteti, qeveria, qofte edhe kjo pjesë e qeverisë që është propozimi që vjen nga LSI-ja, pra që është pjesë e mazhorancës, pra që të propozoj skema mbështetëse të fermerëve, pra ju po thoni fermerët e Lushnjës që në fakt për hir të vërtetës hashash nuk kanë mbjellë, pakte në Lushnjë hashash nuk është mbjellur këto kohë. Kështu që na bëri thirrje që duhet të heqim para kur të vinë shaqe vetëm me mbjellë shafranin. Ne shaqe kemi pas ndër më ta mbjellin, po më qenë se na jepet kjo mundësi. Jo, më shumë mirë, absolutisht. Ky është propozimi më i mirë. Si fermerë që të kemë mundësinë që komunikojë apo të na hapi mundësi që të punojmë në këtë bim. Qartë. Keni shumë të drejtë dhe unë po i bëj ftesë çdo Ministrisë Bujqësisë,
zonjës kryemadhe si deputete, mas se ta prezantoj si iniciativë në parlament, apo çdo deputeti edhe qarkut të Firit për zonës Lushnjës, që të marrë iniciativë, dakord, shumë bukur. Shafrani është një produkt i rëndësishëm, është një bimë e bukur, e këndshme, sjell fitime e tjerë, por kërkon jo pak për tu, se tani pas i lek në xhep nuk mund ta nisim dot kultivimin e shafranit. Prandaj duhen mbështetje dhe politika mbështetëse ndaj fermerëve dhe mbi të gjithave fermerëve zonjat që absolutisht meritojnë një përgëzim madh, një heqje kapele të madhe për gjithë ato që merren dhe punojnë dhe sakrifikojnë jetën e tyre për të ndërtuar ferma, për të ndërtuar edhe për të krijuar, për të sjellë produkte të rëndësishme pas në tregun shqiptar. Shumë faleminderit zonjë. Po, ju falenderoj Patrik, ju falenderoj. Faleminderit shumë. Edhe një herë përsëris të ftesë. Krijoni pra struktura dhe mbështetjen e duhur ndaj këtyre fermerëve që të mbjellin shafranin. Shumë e drejtë, edhe propozimi i zonjës kryemadhe shumë i mirë, por duhet shoqëruar me politika mbështetëse. Me që ishte një zonjë fermere, unë jo më larg sa dje kam takuar, i cila ka qenë telefonuese e emisionin tonë, kam takuar një zonjë fermere që në një sakrificë të jashtëzakonshme kishte ndërtuar një fermë në Lushnjë, në zonën e Divjakën, në fakt, bashkisë Divjak, ku pas 20 e kusur vitesh që shfrytëzonte tokën me qira të shtetit, papritur, dhe kishte ndërtuar një fermë me 80 lope me radhë të tjerë, papritur i vjen dikush edhe nga Tirana, po themi, dhe shkon e jasposton këtë tokën e thot, ik tani, thot se do ta marr unë të tokën, se kam gjetur, ndoshta miqa, kam gjetur mundësi ta marr më kollaj këtë tokën, dhe ajo duhet tani ta marr fermën e saj, ta marr në krah, gjithë atë investim të jashtëzakonshëm, dhe ta çoj diku tjetër ku gjej mundësi të marr me qira nga privatët pastaj. Pra, shteti, në këtë rast e kam fjalën këtu, a mos ndoshta duhet i shoh, ore ky që ka 20 e ca vjet, kjo zonja që ka 20 e ca vjet që investon, a mos ndoshta ta mbështes këtë, e jo të sjell një njeri thjesht se zë toka dhe thotë që do të bëj dikur një investim, më duket pra se nuk është drejt politika në cilën mbështetet fermeri. Dhe ndodh në një zonë si Divjaka, që është një prej zonave që ne presim na sjell ta mbaj me prodhime vendin ton, apo jo. Ndjes. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Faleminderit. Ju uroj shëndet tek emision të këndshëm. Faleminderit shumë. Kam një problem. Po? Që duhet ta këtu në Shqipëri nuk ka rregull fare. Në Shqipëri jam unë si gjithë tjerë. Nuk të njohan as institucionet as njeri. Kam një problem të tillë. Po. Pata një defekt, kam një kontaktor në korrenti, televizor. Po. Kam patë defekte, njoftohet si mas rregullit në Osheja. Nga telefononi, zotëri? Nga Devolli. Devolli, po, okay. Kontaktova me ata, në rregull, në rregull. Nesër do vinë ta vendosë sa të tip. Po? Prit një vit, 2, 3 vjet, nuk po vinë, zbrita poshtë, vajta ati, se nuk si bëhet, nuk do të ditë në kontrakt televizor, sa se nuk je në sistem. Qedi brez, e mali brez e qojati. Ja jap drejtori thotë që keshëm drejt. Po normal se njeriu e bën kontratën për atë që i duhet, jo për një gjë që si duhet, apo jo? Ketë shumë të drejtë, e qojtë një vajtë atje, i thotë, merë shikojnë që këtë librezën, shumë në rregull, ti ke morim telefon ajo, e i thotë, nuk të takon, më thotë mua, se nuk jenë sistem. Po si të takon, kjo librezë e kuja? Po mirë, se s'të fusin sistem, me që si, dakord, si e në sistem, se sistemi është kaq i mençur ky sistemi që i ka ndërtuar Osheja dhe vë gjoba vete, shto fatura vete, të përjashton nga sistemi vet, pra se ne njeriu e kemi nxjerrë jashtë loje në këtë rast. Po harrojmë që sistemin e bën njeriu. Pra pse nuk të fusin sistem? Se kjo është pyetja që duhet. Kjo, ja, këtë do të them. Po. Vajta, thotë që i dam këto thotë nuk ke mbaroj unë të duar të bëjë atë debatë, më thamë atë kisha për të emër policisë të vaqë e që zvarë. Në rregull hajtë, ju mund të bëni çdo gjë. Jo, policia mund të të marrë të çojë në qeli, po të tërheq zvarr, jo një herë. Shumë thanë. Një atje, ne s'ka rëndësi kjo. Nëse. Tash duhet të bësh kontratë të re, edhe bjeza diku në 500.000 lekë. Mirë. I bëra këto, morën e 2 inxhiniera, ja çova. Po. Ja kam çuar ka një javë. I them si vajta partia, i them si po do risha ata nuk apo do të tërheq pra zvarr tha. Jo, nuk sash. Jo, nuk sash. Ku të vinë kontraktorët? Po kontraktorët tash mund të vinë për një muaj. Ndërkohë ju, se për ta kuptuar, ndërkohë ju u duhet kjo linjë korrenti, sepse unë kam mjetë time që punoj. E pra, prandaj po themi. Unë pastaj paguaj 500.000 lekë. Më kupton? Po. Ana paguaj 500.000 lekë që ta lidh. Ata
nuk të pyet njëri fare. Nuk din ku të vete. Pra, OSHE-ja e Devollit, gjithmonë në Devoll e keni bërë këtë komunikim. Po. Dakord. Nuk të pyet fare njëri. Nuk ke ku ankoj këtu. Jo, dakord, e kuptoj që s'ke ku ankor, se zyrat e kujdesit për klientin janë thjesht për të shënuar aty dhe asnjëherë nuk zgjidhin problem. Absolutisht unë i bëj apel OSHE-s Devollit, faleminderit shumë për telefonatën, sepse tani, se po flisnim pak më parë, e falenderoj shumë zotërin për telefonatën, se tha, mos, pra, neglizhenca dhe marrja me terezi, madje edhe me tërheq zvar, një punonjësi apo një punonjësi të OSHE-s aty, që ka tagrin e thotë që do të sjellë policin të tërheqë zvar, nuk ka policit që tërheq zvar. Paktën ne jetojmë në një vend demokratik dhe themi që policia jonë është brenda të gjitha standardeve dhe ne du ta besojmë këtë gjë, sepse është e besuar dhe e vlerësuar. Por, ama, një njeri që ka nevojë për të investuar dhe për të punuar, pra se po punon, është njeri që duhet ta mbështesim se po investon, ka makineri që prodhojnë atje. Dhe për shkak të sorollatjeve të një njeriu apo disa njerëzve apo disa institucioneve, pra strukturave të institucioneve, ai humbet sigurisht prodhimin, krijon kosto për të dhe nesër mund të falimentoj, ndërkohë që mund të jetë fare thjesht. Prandaj se unë i shoh zyrat e OSHE-s plot me punonjës. Shkojnë në një nga ata specialistët, shkojnë t'ja bëjnë edhe lidhjen edhe kontratën, se tani nuk ka kuptim kjo punë. Pra sorollatësh për të bërë një kontratë, ti të kërkosh të paguash energji elektrike dhe s'ta bëjnë kontratën. Imagjino po ta kërkosh të ta bëjnë si ndere, si favor. Presim tjetër telefonata, alo mëngjes. Po, një mëngjes, Patrik. Një mëngjes, mirë se erdhët. Unë jam një minator që kam marrë pensionin me reformën që u bë e pensionit. Po? Në 93-96 apo 2000-shin, se janë dy... Ne kemi qenë me një pension 52.000 lek 2001-shit, trajtimi veçan. Po. Tani, dolëm me para 2 viteve, më rregull deri tani. Unë kam punu me një firmë, kam paguajt siguracion. Po. Ka ardhur një VKM nga kryeministria, edhe kanë kapë emrin që unë kam qenë marrëdhënie pune me një firmë private, qysh nga mua... Dhe u kanë mbajtur pensionin, apo jo? Po, më kanë marrë një pjesë gjysmë. Po pra, për të likuiduar atë që mendohet se i keni bërë dëm shtetit duke punuar njëkohësisht dhe duke marrë pension njëkohësisht. Po. Duke i dhënë 2 herë para. Po. Se kjo është ironia, pra, duke i dhënë 2 herë para, 2 herë siguracione. Qartë. Edhe janë 2.400.000 për të paguajtur. Kryeministri ka bërë një falje edhe një gazet mujnë dhjetor. Përqinte minatorët, invalidët edhe oficerët. Po. Pushtarakët. Po. Edhe me këto gazetat, me këto njoftimet, këto falje që janë bë, nuk po e shohim për minatorët si se ka bërë një minator tjetër një pyetje. Tani, po ta sqaroj edhe ty apo po ja sqaroj gjithë atyre që po na ndjekin. Po. Vendimi është marrë. Ka kaluar në pjesën e parë, pra se ky është problemi, pra, dhe unë e ftoj qeverinë që apo çdo ministri të mos e bëjë më këtë gjë, pra mos t'i lajmërojnë para kohe vendimet dhe pastaj të presim sa të kryhet gjithë procedura, se çfarë ndodh. Ka kaluar në Këshillin e sigurimeve se si quhet ai institucioni, se unë nuk e maj mend fjalë për fjalë. Dhe është rënë dakord dhe është miratuar. Më pas Ministria e Mirëqenies Sociale e ka bërë, pra e ka plotësuar draftin dhe ja ka kaluar qeverisë. Qeveria tani e ka kaluar për mendim në ministritë e linjës, Ministria e Financave, Ministria e Industrisë dhe Minjerave, ku diun çfarë janë to, dhe është në proces pra ende vlerësimi dhe sigurisht kostos financiare që do të ketë si ligj. Kështu që ende nuk ka marrë, pra ende nuk është botuar në fetoren zyrtare që të hyjnë në fuqi. Pra kjo desha që t'ju sqaroj, është thënë që do të hyjë në mars. Shpresojmë dhe urojmë, unë edhe sot do të kërkoj një informacion për këtë, që të mundohem t'ja u kthej përsëri një datë të saktë nesër. Pa marrë informacion, edhe në rast se nuk marr telefon, unë të ndjek për ditë. Po, okay, shumë mirë. Atëherë do ta shpjegosh, unë do ta kuptoj. Patjetër, shumë faleminderit. Ka një problem të vogël. Po. Mbas shumë problemeve politike nuk e du. Shumë drejt. Është një rrugë që shkon ke Instituti Bujqësor. Kalo shinat që shkon ke Praktikeri. Po. Ke Kaza Italia, vjen e ke qartë. Te Pemtoria që ka qenë dikur, po. Ashtë. Ke ura Institutit Bujqësor që po rrugullohet lumi. Po. Ne këtu ke lagje, se unë këtu banoj. Po. Ka qenë një semafor ndalim makina që kaloshe njerëzit.
Në para urës, pra në fillim të urë. Pra, kur shkon për në Kamës, në para. Janë 3 semaforë aty, 4 semaforë, po... Kanë qenë 4 semaforë. Po. E thamë shqyqyrë, për lagjen ishte mirë, është një kalim njerëzish që vinë nga Tirana, janë 2 linja autobusi, Instituti dhe Kamza. E drejt. Jo, po, është gjitha e zonë e banuar, si lartë, si poshtë. është shumë dile nga kryqëzimet më të mëdha Tiranës, se me dyta vje kjo. Ka një 4 vjet e kanë heqë senaforët komplet e kanë çuar ke praktikeri. Ai senafor ke praktikeri, një makinë në 2 ditë futet brenda. Keni drejt absolutisht, unë këtë kam konstatuar dhe të falenderoj vërtet, se nga njëherë kur kalojmë dhe nuk na bien në sy këto gjë, shumë e vërtet, njerëzit aty, unë kam parë të rrezikojnë seriozisht jetën e tyre, me fëmijë e tjerë të moshuar, por edhe makinat rrezikojnë, sepse sigurisht aty hyjnë e kalojnë, sepse është lejuar kalimi edhe këtej dhe andej dhe mund të krijohen edhe aksidente. Shumë faleminderit. Ne që shohim për ditë kalojnë lloj-lloj mosash, atje vinë, frenojnë makinat, çajin bojnë, inshallah ngjona inspektori bashkisë. Jo, unë sigurisht i ftoj kolegët gazetarë shkojnë të trajtojnë, sepse është vërtet një problem që mund të rrezikojë jetën. Shumë faleminderit dhe pastaj flasim sigurisht për vizat bardha e për respektim të rregullave. Ku nuk funksionojnë semaforët dhe njerëzit nuk kanë çfarë të bëjnë, se nganjëherë u biem më shumë qafë se ç'duhet, edhe shoferëve, por edhe komisorëve. Shkojmë publicitet se e shkelem pak kohën, menjëherë do të themi pas pak. Jemi përsëri drejt për së drejti miq në ora juaj, për gjithë ata që po lvizin me makinë dhe na dëgjojnë në valët e Radio Orës, apo na dëgjojnë edhe se ka shumë njerëz që dëgjojnë me kufje telefonat, shqyr zotit, janë të kompletuar edhe me radio, kështu që mos u justifikoni se nuk na dëgjoni edhe kur jeni në lëvizje në këmbë. Kufjet në vesh, telefonin çojeni në 96.7 MHz që keni edhe në telefon mundësinë e zgjedhjes, edhe na ndiqni 04 23 44 720. 069 670 24. Kujdes, nëse jeni në timon, ndaloni kur telefononi. Presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Mëngjesit. Mirë se erdhët, ju përshëndes, faleminderit. Jo, po marr nga firi. Po, me kënaqësi. Ka marrë 1-2-3 herë të tjera, po ashtu. Mirë këtë zharrës i mojnë në ashtu qeveria. Po në edhe që na ka dëmtuar Perëndia. Sa ta i dëmtoj njerëzia, ne sa do bëjmë me 580.000 lekë që më dha mua shteti për shtëpi. Unë jam pa shtëpi, jam vetë me gjithë plakën, jam rrugëve. Nuk kam asin çadër. Tani, kur është bërë vlerësimi? Se dakord janë dhënë 580.000 lekë? Në 2011. Jo, kur është bërë dëmi dhe ka ardhur një komision vlerësimi, sa ja u ka vlerësuar dëmin? Dëmi u vlerësuar 12 milion. Pa, te si ka mundësi që nga 12 milion lekë keni marrë vetëm 580.000 lekë? Çfarë arsye ka? Pra, ju kanë thonë që kaq s'merrni më, apo merrni herë këto dhe tjerat ja u kemi? Nuk na thanë, merri me, po shkon dokumentat në Tiranë, në emergjenca na dha 50%. Tashin, sepse, jo, kjo është për të sqaruar, sepse emergjenca civile, kur doli njoftimi pak para vitit të ri, paktën kështu e mbaj mend, unë kam diku të ruajtur edhe emailin nga Ministria e Brendshme e Emergjenca Civile, që thoshte që miratohet fondi për dëmshpërblimin e plot të përmbytjeve të gjitha kohrave që janë, pra flasim gjithmonë për objektet e banimit, për shtëpitë dhe dëmet që janë krijuar në objekte banimi. Pra nuk është përdorur pra kjo shifra 50%. Kush ja u ka thënë këtë? 50% na dha emergjenca e Tiranës. Po bën 2 vjet që kemi marrë ato. Edhe tashin vetëm në ish komunën, se jam administratori, ai sot shkon bashki. Nga bashkia, emergjenca dhe bashkisë. Emergjenca e bashkisë sot shkon në prefekturë, tek Këshilli i Qarkut. Pra, ju nuk keni marrë në këtë miratimin e fundit, pra të para vitit të ri, pra ju nuk keni përfituar. Keni marrë vetëm herën e parë kur është dhënë një shpërblim i pjesëshëm. Dakor, po. Dakor. Kur mora ata të Shkodrës, mora me ne, s'kej marrë me. Qartë, e kuptova. Edhe Shkodrës, po ashtu. Jo, drejt, se kjo nuk ishte e kuptuar kështu, me thonë të drejtën tani. Pra, sepse mendoj se emergjenca civile zgjidhi problemin e përmbytjeve, dha lekët. Dhe unë kam menduar, pra, në gjithë to shqetësime, se ka shqetësime pafund në zonat të ndryshme të Firit, për këtë punën se si janë ndarë, se pastaj dikush ka marrë
me drejtë, dikush ka marrë pa drejtë. Pra, këto janë problemet cilat sigurisht janë duke investiguar dhe uroj që të zbardhen dhe prefektura ta sqarojë pozicionin. Por ky është një rast specifik, pra, që ju nuk jeni përfshirë në dëmshpërblimin e fundit. Jo. Se neve të ngrimin ashin, të vemi në Tiranë, ata të rranë, si që rranë të Zharës. Kuptoj. Qa do bëjmë? Atëherë, unë po ja kërkoj zyrtarisht, edhe tani publikisht, faleminderit shumë për telefonatën, emergjencave civile, drejtorisë së përgjithshme të emergjencave civile, Ministrisë së Brendshme, Qeverisë, shënësika, kush e ka detyrimin, të sqarojë a do të ketë dhe kur do të ketë, se u tha që u mor vendimi nga qeveria për t'i dëmshpërblyer gjithë ata që janë dëmtuar nga moti ndër vite. Pra nuk është se u tha vetëm për përmbytjen e 2015-sa, 2016-sa, 2010-sa, po u tha për gjithë. Pra, këta zotrinj, këta njerëz, kanë marrë vetëm një pjesë shumë të vogël të dëmshpërblimit nga vendimi i parë i qeverisë, ndërsa në dyti nuk janë përfshirë. Të sqarohet dhe kur do ta marrin këtë dëmshpërblim. Faleminderit shumë zotërisë dhe sigurisht uroj që të sqarohen të gjitha këto, sepse edhe një herë i bëj apel prefekturës, bashkisë, gjithë zonave Fierit dhe të Vlorës që të hetojnë dhe të verifikojnë mënyrën si janë ndarë dëmshpërblimet, se ka abuzime pa fund. Paktën pretendojnë njerëzit, ti sqarojnë dhe ti qetësojnë njerëzit. Nëse ka, mirë. Nëse s'ka, prap mirë. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo mëngjes, Patrik. Mirë se erdhët, përshëndetje, faleminderit. Urime për emisionin. Faleminderit shumë. Duhet të një dy gjera. Po, patjetër. Pas dje në televizor, të ka e çadra atje, është ngritur atje, edhe ishte zoti Lulzim Basha. Edhe po bënde thirrje, edhe po bërtiste, edhe po e nxiste këtë popull. Ndërni thoshte luft, ti heqin zvarre, ti bëjnë zvarre. Këtë do heqin zvarre ai. Ulan e tia, popullin e tia. Kështu do bëhet Shqipëria me këto gjëra që po bën Berisha, edhe po bën ky Lulu Basha dhe ata që e vën pas. Të gjithë ata që e vën pas janë ata, domethënë, do të kuptoni unë, janë ato gjyqat e atyre që i mbajnë edhe i kanë të privilegjuar dhe i mbajnë atje pas. Po populli mos kujtojmë Basha të bëjë në 97, se ky popull e ka kuptuar mirë tani se si u bën në 97-a. Se që të mos i hymë historive në 97, se janë histori shumë të komplikuara. Do t'i japim se ajo është bërë me dashje, se zoti Berisha do më armatosi kaun e tia para se të hapshin armët. Qartë. Okej. Tjetër. Po, që të mos i kthehemi, se nuk është mirë t'i kthehemi këtyre gjëra. Dakor. Okej. Jo, mirë thash se mu duk se the kam dy gjëra, dakor. Ka burra, ka vetrina ky popull. Nga Tropoja deri në Butrin. Mos tiqet të bëhet Shqipëria lëmësh. Absolutisht jo. Nuk ka histori tilla më. Edhe partia dhe qeveria të më që është tani aktuale, duhet i zgjidhin të hahet e popullit, të Zharzës, të hahet gjë tjetër, se ka njerëz në përzyra, që bëjnë të kundërt për të mërzitur popullin. Qartë. Faleminderit shumë, faleminderit, ju përshëndes, se uroj ditë mbar. Faleminderit. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Alo mëngjes. Alo? Alo? Alo, mi mëngjes. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë mëngjes, Patrik. Mirë mëngjes. Urime për emisionin. Faleminderit shumë, mirë se u bashkuat dhe ju. Desha që... Po. Jam nga Kuksi. Po. Edhe kam rreth 4 muaj që bje këti telefoni. Desha të them për hallet e mia, nuk flas për politikë. Dakor. Konkretisht, çfarë probleme keni? Kemi punuar me firmën kontraktore, nën kontraktore, Bledi Shepeke, që është në fabrikë në Kromit Kalimash. Po. Në minjerë apo në atë që përpunohet aty, apo në minjerë? Edhe në minjerë. Okej. Po. Para 3 vitesh kishim bërë një kontratë, para 3 vitesh kishim bërë një kontratë, dhe punonim gjysë për gjysë. Me fjalë, gjysën e merrte firma, gjysën e merrnim neve që jemi specialistë. Pra, me përqindje, si që njihet ndryshe, me përqindje, dakor. Pas një dokumentacion të rregullt. Po si e bot kontratën? Thjesht me fjalë goja apo me letër?
Kështu, kontratën e bënshim lokale të ndryshme, njërë te Katërnisha, tash një lokal në autostradë. Qartë, e di ku është. Jo, lokal këtu, kanon, Las Burrash. E kuptova. Po, dhe tani çfarë ndodh? Okej, e bot kontratën, tani çfarë ndodh? Që 3 vite janë 20.000 ton me fabrikën e kromit Kalimash, se erdhi firma Imi Sheo. Po? Të lutem, pak më shpejt, na dëgjojmë vetëm nga telefoni se mas e vjen pak. Këto dyja kanë gjyq me njëra tjetrën. Po? Po. Edhe me i fjalë sot për sot, neve jemi më pritje për bëhet fjalë për llogarin. Qartë. Atëherë, ju nuk keni marrë asgjë dhe kompania çfarë ju ka thënë? Asgjë, kromi është në Kalimash. Pra, e quajmë mall tani, kromin, se ky është përqindja ishte për mallin, për kromin. Pra, kromi është gjendje, nuk është se e ka shqitur kompania dhe ju ka lënë ju pas gjë. Okej. Atëherë, çfarë thot, i del për zot kompania, i qëndron kontratës burrave që keni firmosur në dorë, se keni dhënë shtenguar dorën, se e firmosur nuk keni gjë. Dhe ky është një gabim që keni bërë, sepse duhet kishit bërë kontratë me letër, zotëri. Gjithsesi, po... Po, si të bëjmë në kontratë me letër, kjo bëhet vetëm me kryeministrin Edi Ramën. Jo, mirë. Kontratë me kryeministrin e sotëm. Qartë. Atëherë, çfarë ndodh tani? Çfarë ndodh? Çfarë thot kompania? Të lutem që të mos e zgjat. Po. Janë punëtorët pa pagu. Po. Se janë nxjerrë me punëtorët. Pa, 3 vjet pa u paguar askush. Shkurt. Po, nuk janë pagu punëtorët. Okej. Edhe as për krajet s'kan ardhur. Edhe ato i kanë ullë. Se morën gjithë nga i makinë, se shitëm njerë krom. Tani kishin makina dhe s'morën, nuk u dhanë drejt, merrin për krahje. Qartë. Ne nuk dim kujt i drejtohemi tjetër. Atëherë edhe një herë të lutem emrin e 2 kompanive që janë përballë aty që pra se kjo është një çështje që i takon edhe institucioneve të është Imi Sheo. Po. Kompania që ka fitur, kurse firma nën kontraktore është Bledi SHPG. Okej. Mirë. Shumë faleminderit, absolutisht kjo është i kërkoj institucioneve pra që kanë detyrimin për të ndërhyrë për të rregulluar. Faleminderit shumë për telefonatën. Nuk është problemi kompanitë se normalisht do ta zgjidhin konfliktin e tyre gjyqësor. Por problemi është plas këtu, inspektorat pune, institucione të tjera të cilat tani e para një herë aty ka pasur shkelje të gjithë procedurave sepse janë bërë kontrata fiktive dhe sigurisht është bërë punë. Po njerëzit nuk janë prej 3 vitesh pa u paguar. Kromi është gjendje aty, gjendet mundësia sigurisht për ta. Pra t'ja u zgjidh hallin e problemit njerëzve. Pa kompanitë t'i thujnë brinjet në gjyq dhe ta zgjidhin kush është në drejtën e vet. Është puna e tyre, kontraktorët dhe non-kontraktorë. Po pse ta vuajnë në kurriz punëtorët dhe njerëzit që specialistët që kanë punuar. Megjithse e thash edhe një herë, ja thash edhe zotërisë, gabimi është shumë i madh. Mos punoni o njerëz pa një letër. Mos merrni përsipër të bëni investime apo punë pa pasur një kontratë ku nesër të kërkoni llogari. Se shtëngimi i dorës fshihet dhe ikën. Mbetet letra gjithmonë. Ju lutem shumë. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët, përshëndetje. Zoti Patrik. Mirë se erdhët. Po. Nga Burreli marr. Po, me kënaqësi, mirë se erdhët, përshëndetje. Përshëndetje për emisionin, përshëndetje për stafin tuaj. Faleminderit shumë. Desha të ngreja 2 probleme. Patjetër. Në lidhje me siguracionet e makinave, të vogla kryesisht. Po, veturat. Po. Më duket pak si shumë me rëndë si siguracion, si ta them me fjalë, në një kohë që sundon edhe papunësia. Edhe do të di, a ka lidhje shteti në këtë mes me një fjalë për këta siguracione, me një fjalë lidhje me siguracionet e me këta? Në fakt, keni një pyetje drejt që e shtroni, sepse në vitin e fundit, 2 herë ka lvizur pra tavani i sigurimeve. Pra, i është dhënë mundësi kompanive ta ngrenë lart tavanin e sigurimeve. Pra, do të thotë që qytetari për një makinë paguaj më shumë. Dhe megjithse është bërë zhurmë me debate të tjerë, Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare ka thënë që është i egzageruar si tavan, pra si kufi për pagesat, por deri më tani nuk kanë ndërhyrje. Dhe sigurisht ky është një apel i rëndësishëm për shtetin që të ndërhyjë dhe të vendosë disa, se nuk mund të funksionojnë as kompanitë e sigurimeve, qofshin edhe më të rëndësishmet, nuk mund të funksionojnë pa një
pa një regulator, shteti du të bëjë rolin e regulatorit. Keni drejt që ngërni këtë shqetësim. Desha të them diçka mi fjalë lidhje sepse ne kur është papunësia, sidomos në fshatra, bëva njëri ka nga Greqia, Gjermania, Italia. Po, se jo gjithmonë i blejnë, u vinë edhe nga emigracioni. Edhe ngel makina tani, edhe për të qiti dhimbset, edhe për të Po edhe ta mbajnë pa sigurime, jo se jecin taksa dhe du të paguj taksa, pastaj e tjetër. Diçka tjetër që edhe s'përgjigjen, ajo është më e keqja. Qartë. E dyta është kjo për kontrollin teknik. Po. SGS-ja. Po. Për një defekt të vogël për shembull, ajo të kthem rash, mirë që paguën prap, po ka edhe bat. Sepse edhe për mund tjetër. Sepse është çështje monopoli. Përderisa është vetëm një kompani që bën kualitimin ose kontrollin teknik, se nuk dua ta përdor se kemi pasur vërejtje për përdorimin e termit koalitim, megjithëse ky është termi zyrtar që përdor, por kontrolli teknik të automjeteve. Pra, përderisa se u tha, e ka thënë ministri i transporteve që ishte më përpara, u tha më pas edhe qeveria etj, ministria e me radhë, thanë që do të kishte një liberalizim të tregut të këtij koncencioni, por për momentin vazhdon të jetë. Dhe prandaj ai bën çfarë të kthen mbrapsht, të vendos sa kushte të larta etj, të cilat sigurisht po të ishin në një treg më të liberalizuar, nuk do t'i vinte se unë nuk do të shkoj aty, do të shkoj atë tjetri që e ka më komoda, apo jo? Më lirë, më komode, po është edhe një tjetër që edhe rrugët këtu, për shembull, të zëm rruga, Burrel kësaj nuk kalohet, skëter. Po se këtë se bëjmë llogari fare ne, po nice. Sikur të bësh riparimin për shembull në Burrel, të vesh në Dibër për ta riparuar, për ta kontrolluar. Po, ky është të dalin defekt. Këtu del edhe një problem tjetër, se ti paguan taksa rrugë, po paguan për një rrugë, taksën për një rrugë që zot na ruaj. Po një që tek shkolla e Klosit, kur bie shi, nuk... E kuptoj. Faleminderit shumë, ju përshëndes, uroj ditë mbar. Absolutisht të dyja janë për të shqetësuar, për të ngritur, sepse tani vërtet pra paguajmë taks për rrugën, që të kalojmë në rrugë normale, pastaj shkojmë e paguajmë kontroll teknik për të bërë një kontroll mbi këto rrugë që kemi, dhe sigurisht janë të pa balancuara si momente. Sa i përket sigurimit, sigurisht një nevojë detyrueshme për të ndërhyrë në mënyrën si bëhet pra vendosja e çmimeve të sigurimit. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo? Mirëmëngjes, zonjë, mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Mirë, faleminderit. Po ju zonjë, si jeni? Alo? Ju dëgjoj shumë mirë, zonjë, mirë se erdhët. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë, ju dëgjoj shumë mirë. Alo? Si jeni mirë? Mirë, faleminderit. Po ju? Jam nga Soriku. Po? Jam nga Soriku. Po, zonjë, ju dëgjoj shumë mirë, flisni ju lutem. Po nuk e nxoju. Unë ju dëgjoj shumë mirë, flisni se ndoshta ka problem telefoni, po unë ju dëgjoj shumë mirë dhe pastër. Jeni nga Cerriku, flisni ju lutem, zonjë. Po. Jam nga kam një arsye. Po. Nga fshatim Cerriku Malasen. Po. Dhe jam dy, kam edhe burin, edhe vetë jam në sëmur. Po. Jemi 12 veta pa punë pa asgjë. 12 veta? Nuk kemi asnjë të ardhur. Po? Po. Asnjë të ardhur, asnjë gjë. Punon te buri është e kam sëmur në gjendje kome. Edhe vetë jam me zemër, po nuk kam paguar ato në 3 butet që të dalë në kemp. Qartë. Dalim përsëri te problemi. Pra, ju është dhënë drejta, kempit, po ju është dhënë drejta kempit nga mjekët, por nuk keni sigurimet në 5 vitet e fundit, pra. Po. Qartë. Po bashorti juaj për shkak të sëmundjes ka marrë orientim për kemp, drejtim për kemp, me që ka qenë punë, ndoshta e plotson mundësinë e kontributeve sigurimeve shoqërore. Tani është në gjendje kome, tani nuk mundet. E kuptova drejt. Po 12 veta thatë që jetonin familje, po si jetonin, zonjë? Po jemi shumë keq. A ka pasur në interes bashkia, se e kemi dëgjuar këtë... Që vinë njerëzit që... Jo, bashkia, ka ardhur ndonjëherë, është interesuar ndonjëherë për fatin tuaj? Se e dëgjojmë këtë kryetarin e bashkisë Cerrikut që thotë kemi... Po?
Kemi vajzë, do më thënë, më interesuar, se më shëndarë dhe vajza nga burri, me 3 fëmijë. Kuptoj. Ka bërë gjyqin, e kanë kaluar në opelit las në Durrës. Kuptova. As lek smer, as i gjë. Dakor. Atëherë, unë... Edhe kemi në shtëpi. Kemi 12 veta pa një ndihmë sociale, as në punë, as i gjë. Atëherë, edhe një herë, se zonja nuk e di nëse më dëgjon mirë. Unë kam një apel për kryetarin e bashkisë së Cerrikut, i cili e kam parë vazhdimisht të angazhuar që thotë që bashkia e Cerrikut është në ndjekje të gjithë problemeve dhe halleve të qytetarëve të vet. Pra, po ja themi, një familje me 12 antarë, me një krye familjar në koma, me një familje, me një vajzë të ndarë me 3 fëmijë që rjeton në këtë shtëpi, pa janë 12 veta, me një grua të sëmurë, e cila nuk merr dot kemp sepse nuk ka një vit sigurime dhe ky është absurdi i ligjit dhe absolutisht unë edhe një herë e apeloj që të njeh më shumë këtë që të rishkohet ky ligj sepse është absurd, sepse ai njeriu që s'ka punuar apo që është fëmijë dhe që s'ka pasur kontribute sigurimeve shoqërore, si do ja bëj për ta marrë kempin. Pra janë disa elemente të cilet sigurisht që duhen marrë në konsiderat. Por unë i bëj apel kryetarit të bashkisë së Cerrikut, kushdo që pra apo çdo institucioni që ka në varësi bashkia, ta shohin rastin kësaj familje, bëhet fjalë në Malaste të Cerrikut. Është një familje me 12 antarë, nuk besoj se do jetë vështirë për ta gjetur. Ndihmojeni, interesoni bashkia, këtë rol duhet luaj. Pra të identifikoj familjet me probleme dhe t'u vi në ndihmë. Sa merret me shumë gjëra tjera, nganjëherë edhe me sponsorizime, koncertesh dhe misesh, më mirë shkojnë të shohin këto halle, këto probleme. Shkojmë publicitet, rikthehemi pas pak, do të kemi mundësi të komunikojmë drejt për së drejti, mos u largoni, qëndroni me ne. Shtora juaj. Do t'jemi deri në orën 8:40 minuta, drejt për së drejti bashkë miq, për gjithë ata, edhe një herë përsëris për gjithë ata që janë duke na ndjekur nga valët e Radio Ora News, 04 23 44 720 dhe 069 670 24 janë dy numrat e telefonit në dispozicion. Pa humbur kohë, do të presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Faleminderit. Po ime për emisionin. Faleminderit shumë. U kënaqa jashtë mase që ju ka pak ditë që keni hap kanalin Ora News. Faleminderit. Edhe kjo është një dritare për zonën që banoj nesë, për arsye televizioni shqiptar nuk figuron fare në këtë zonën tonë. A kupton, jemi cilën zonë? Edhe ju falenderoj shumë. Nga cila zonë telefononi, zotëri? Nga Peshkopia. Peshkopi, po. Po pse nuk del fare, nuk e kap fare sinjalin TVSH-s? Të më thonë, edhe nuk kam nostalgji të fikoj fare, se nuk ka shërben. Dakor, të kuptova. Edhe ju falenderoj shumë për këtë punë. Faleminderit. Sepse ne kemi metur vetëm janë një 6 kanalet Serbit edhe të Sloveni që shikojmë diçka, ne po nuk kuptojmë sepse ata nuk flasin shqip. Qartë. Edhe ju falenderojmë jashtë mase. Faleminderit shumë. Një tjetër problem të vogël kisha. Po. Kam dëgjuar që 27 vite, so jam një moshë e sigër, që flitet për ish sigurimin e shtetit, a kupton, për dosjet e sigurimit të shtetit. Edhe asnjëherë nuk u hatën ata. Tani unë nuk jam fort nostalgjik për ata, me po shumë njerëz në kohë të sotme flasin me atë gjuhën e spionit. Ti spion, na spion. Edhe e mira që këto të hapëshin njëre mirë, edhe ata djemë të atyre ish spionve, ta dinë mirë se që babash gjagja kanë pasu, po edhe unë të di diçka për babajnë tim. Pavarësisht se ka vdekur. E kuptova drejt. Edhe të tregoj dhe fëmijëve se çfarë gjyshi kanë pasur. Madje jemi shumë vonuar në këtë proces, dosjet do të ishin hapur me kohë, se ndoshta nuk do të kishim këto probleme, po Nuk jam fort nostalgjik, po shprehjet po përdore në këto kohë trazirësh, a kupton? Edhe ishte mirë, edhe ata të dishin për babajnë dhe për gjagjanë e tine, po edhe unë të dishin për babajnë tim, që pakën ta maj hunën atje këm takon. E drejt, shumë e drejt. Por që për këtë vetingut të zotri, vjetë me shqiptarët se një drejtësi vetëm mund të bëhat si në Kosovë, që të vinë gjyqtarë prokuror nga Evropa, nga Amerika dhe të vendosi një drejtësi të Shqipëri, dhe të është një kasapone e vërtet. Edhe jam shumë indignuar që kam sa fëmijë të vegjël me zort po i ruaj, sepse këtu pasuria e shtetit nuk merr vesh se ka shkollë, ka... Qartë. E kuptova drejt. Të falenderoj. Nga Zoti ti kemi, si nga Zoti.
Faleminderit shumë. Faleminderit, ju përshëndes, e uroj ditë mbarë. Faleminderit, përshëndetje gjithë zonës Dibrës, cilët sigurisht ndjekin dhe janë pjesë e komunikimit tonë të vazhdueshëm. Tha zotëria prokurore gjyqtarët huaj, europian apo amerikan, po ne duhet jemi shumë, edhe ata duhet jenë shumë të fortë dhe rezistuese, ne arrijmë t'i kthejmë edhe ata. E kemi treguar me diplomate, edhe me njerëz të tjerë që kanë ardhur me misione të rëndësishme në këtë vend, kemi arritur t'i shqiptarizojmë. Kështu që nuk e di se si do të jetë. Zotëria tha me syt nga Zoti, shpresojmë me syt nga robi që të kthehet, të filloj njerëzit të kuptojnë drejt se si duhet të ecet përpara ky vend. Presim tjetër telefonata, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Si e kalove? Mirë, faleminderit. Po ju? Mendoj nga Laçi. Me kënaqësi, mirë se erdhët. Po. Po. Pasha zotën sot, jo sot, pas asnjëherë nuk ka shtet, as nuk ka për pas shtet tu. Pse thoni kështu? Pse tham kështu? Po. Si është më shku me madhë, një letër doktori për me him punë, një letër doktori për me him punë, nuk të doktori gjallë për pajron 5.000 lekëshën, që ata ka të të api par lekë. Absolutisht, është më elementarja. E plus të shamilë në tjere prapë, për më ma prapë, thot, në që do të paguish 4.000 lekë, e që a ne. Qartë. Nuk e di. Po thot, jo koshtet, jo shëndetësia falas. Të shkresh për të nuk të lajnë pa 200.000 lekë, nuk ketë se më shku kësë fitare tona. Drejt. Unë të falenderoj sigurisht këto janë shqetësime drejta, se flasim për një kohë kur gjithnjë më shumë turmetohet shqetësia falas. Shumë faleminderit zotërisë nga Laçi që na i solli këto argumenta. Pra, edhe për një vërtetim fare normal, që njeriu shkon e bën komisionin mjekësor për të vërtetuar se je i aftë për punë, edhe aty fillon tani është mësuar edhe dora. Doktor, faleminderit, e kemi edhe pak fajin ne, duhet fillojmë të edukohemi me modën apo me mënyrën europiane dhe amerikane të marrë shërbimeve. Jo të japim gjithmonë. Por ne duhet besojmë se ata kanë detyrimin na shërbejnë. Absolutisht. Paguhen boll me taksat tona. Mjeku, sportelisti, certifikata, ku diun me radhë tjetër, janë probleme të cilat sigurisht duhet heqim dorë një herë mirë. Pra nuk duhet të mësojmë. Sigurisht, unë e kuptoj që është shumë e vështirë, sepse gjithmonë, nëse ti kërkon vërtetimin për si jaftë për punë dhe nuk e të 5.000 lekshin, sigurisht ai do të sorollasë, nuk do ta japë, do të thotë. Por, edhe ne kemi pak përgjegjësinë, pra, përveç atyre që sta zotëria që shteti duhet veproj. Shëndetësi falas nuk është vetëm të thuhet që, shiko, ti je smur, po duhet shkosh në filan klinik që të kurohesh. Nuk është kjo shëndetësia falas. Nuk janë këshillat falas, janë shërbimi falas. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes, faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje. Angizal. Po ju dëgjoj shumë mirë, mirë se erdhët. Lasme nga fshati të plan. Dogina e drimit, komand. Po. Sa me fat do pas kem kanë. Jeni 150 shpi, as kohën e nëverhojt rrugë makine, as sat prantine të në bogë, në fushat elektorale, të në prantine, 3 kilometer rrugë makine nga Lisjani, ku len trageti, për në qemer, edhe asi... Po s'ka, se nuk ka fare rrugë, pra nuk keni asi loj komunikimi? Nuk ka fare rrugë, jetojmë shatin të plan. Po. Nuk ka fare rrugë. Po si bëhet komunikimi në kohët, se ne po flasim në 2017, ku celulari, pra, po e marrë më thjeshtë, celulari është bërë një mënyrë për të hyrë në të e për të shkuar diku tjetër. Ju s'keni rrugë për të zbritur në asfalt. Ne s'keni rrugë vetëm me kafsh banë transporti, bëhet kush i smur, para një muajit ka ardhë avioni e ka marrë një plak 90 vjeç, se ishte i smur. Po. Ne avion kanë marrë, ka ardhë avioni e ka marrë. Jemi në kushte shumë shtira, as keni qenë shëndetësore, as keni një veterinar, as keni një mjekë, lanë mazore krejt, sa me fat dogë pas kam kanë.
Dhe në mos gaboj, paktën nëse e kam të qartë unë, nuk është, pra, ju tha 3 kilometra, po kam përshtypjen se gati... 3 kilometra nga stacioni Anijes, se udhëtimin e kemi me trajet. Po. Nga stacioni Anijes në qene, kemi maksimumi 3 kilometra, edhe nuk as koha ndërhoj... Po, më falë, përveç komunikimit me traget nëpërmjet liçenit Firëzës, ju keni mundësi, pra të komanit Firëzës, doni e quajmë, pra nuk keni mundësi tjetër toksore, se dua ta kuptojnë mirë njerëzit që po na dëgjojnë. Pra, për dalë në anën tjetër apo për të zbritur nga mbrapa malit ku është i vendosur fshati Toplan. Nga ana tjetër, nga ana edukazimit e kemi 6 orë në kam rrugën e makinës. 6 orë në kam. Pra, për të shkuar të rruga ku hecën goma e makinës, ju duhet 6 orë. Në kam. 6 orë në kam, ku me temë kohë verat, ja ma nuk ba fjallën dhimen. Ndërko, Ania, se ju përdorni Anijen, jo tragetin besoj, apo jo, përdorni Anijen e vogël. Po, Anijet. Sa herë kalon, se tani du ta kuptojmë se njeriu mund të ketë urgjencë edhe në 12 natës, dhe si disi ja bëni kur zbrisni... Kalon në orën 7, 15 minuta në jetit, kalon për në komandë. Larg qoftë, në pas në urgjencë mjekësore në orën 2 natës, po themi. Në pas në urgjencë mjekësore, e ke biletën sikur me kanë ka shkon në bari të Italisë. Po apet 7 vetë dhe 100 lekë më ranë komandë. Pra, du të thrisni, pronotoni Anijen, paguani lekë. Paguajmë lekë privat, varkat... Qartë, me motor, janë disa varka... Janë disa varka me motor, qartë. Varka me motor, varka vetë 1 tonë, vetë kindalëshe, 12 kindalëshe, po një të shpetimit, po në nga zdore të jemi vetëm nëjë si marën të thëllëna, unë do të gjina. Absolutisht, një zonë... Unë këtë doja, sa po doja të thoja këtë, unë i ftoj gazetarët, gjithë ta që merren me kaq shumë probleme halle qytetarëve, faleminderit shumë e para njerë, sepse është një zonë perl natyrore, është një perl natyrore. Unë e di se ku bëhet fjalë ky fshat, sepse kam pasur fatin të kaloj me traget në atë zonë dhe e di se ku ndodhet fshati Toplan. Nuk keni një qare shmecojë më marë një paracetamol. Po pra, se këtë doja të thoja, pra, një perl natyrore, të jetoj në mizerje kaq të madhe nuk ka mundësi, pra vetëm në Shqipëri ndodhin këto gjëra dhe gazetarët, faleminderit shumë zotëri dhe i përshëndes gjithë banorët e Toplanit, të cilët sigurisht meritojnë absolutisht vëmendjen e shtetit, por pikës pari, unë i ftoj kolegët gazetarë të sakrifikojnë, le ta marrin rrugën me Anije, të shkojnë drejt stacionit të Toplanit, pastaj të ngjiten në ato 3 kilometra larg të shkojnë në fshat e të kuptojnë si jetohet atje. Si mundet dot të shërbet për një të smur etj. Pra, të dalim pak. Kjo është jeta reale shumë zonave të Shqipërisë. Kemi dëgjuar zotrin nga Kalisi Kuksita, nga Zapoti apo nga zonat e tjera, të cilat po ashtu kanë, Bushtrica, që s'kan rrugë edhe ata, për të smurët duhet marrin kafsh për t'i çuar deri në rrugën e makinës, pra me kuaj apo me mushka apo me gomar. Pra jemi sigurisht në kohën e shpikjeve më të mëdha, por ndërkohë këta kanë nevojë të shpiket një rrugë. Të shpiket një rrugë dhe një mundësi komunikimi me botën. Kaq shumë e thjeshtë. Faleminderit shumë zotërisë dhe sigurisht u zgjatem, por është vërtet nga ato histori që na vijnë ndoshta shpesh, por edhe të rralla për të kuptuar, sepse bëhet fjalë për kohën në vitin 2017 njerëz nuk kanë rrugë, nuk kanë qendër shëndetësore, nuk kanë veterinar, jetojnë me bakti, por nuk kanë me çfarë t'i kurojnë baktit, jetojnë me tokë, por nuk kanë me çfarë t'i punojnë tokat, se atje s'shkon as traktori, as zetori, as gjë. Kështu që është vërtet për të ardhur keq. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo? Alo, mëngjes. Alo? Alo? Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Ju dëgjoj shumë mirë, mirë se erdhët. Mirë mëngjes. Po ju dëgjoj edhe unë me pak vështirësi, po ju kuptoj drejt. Okej, keni 3 gjëra për të thënë brenda minutazhit. Dakor. Po ju dëgjoj, flisni ju lutem. Po.
dëgjoj, vetëm flisni ju lutem, se unë ju dëgjoj, po. Ju dëgjoj, flisni ju lutem, ju dëgjoj, ndoshta ju s'më dëgjoni, po flisni, nëse më shikoni flisni, po. Po? Okej. Më vjen keq, nuk kuptohemi dot. Okej, kishte për thonë, shpresoj ta rikap linjën dhe të jetë më e qartë, pra mënyra e komunikimit dhe sigurisht edhe të më dëgjoj dhe ta dëgjoj mirë, sepse kishte shumë probleme, sidomos me valet, pra humbisin fjalët, kështu që më mirë të mos krijojmë kot keq kuptime, ftoj të rimar përsëri. Presim tjetër telefonata. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, zoti Patrik. Mirëmëngjes, zoj. Faleminderit edhe ju, zonja Mira. Mira jam. Dosja Mersa tek trualli shkolle baletit, fatkeqësi shumë e madhe kalova dje, edhe me të vërtetë pash me dhimbja të truall, ato ndërgjegjësohen si ato që ikën, si kryeministrin që e premtoi në fushatë dhe tha që brenda këtij mandati do bëjmë kompensimin financiar të trojeve. Po tani unë kam me shtetin, zoti Patrik, nuk ma ka zënë individi. Qarë. Asgjë. Shkova ditën e martë në emër të vllajt që është 80 vjeç, që është i pafuqishëm, shkova ditën e martë dhe asgjë. Një ambient goxhaj sistemuar mirë, merr mirë sinqerisht, një pritje shumë e ngrohtë, po as pak punë mbaruar. Tani ti bëjmë një Çfarë ju than, zonja Mira? Zonja Mira, të lutem, çfarë përgjigje morët nga Agjencia e Trajtimit Pronave se ne historinë e llogarisë bankare bosh e kemi të qartë? 93-94, vazhdojnë 26 vite. Ne jemi korrikin 95-ës. Po tashi, a ka mundësi ky shtet ne ta bëj kompensimin financiar në zoti Patrik? Po a jam të ndërgjegjshëm këto? Po sinqerisht, po ta kishte një pushtetarat e truall, do e merrte me gjithë shkollën e baletit të garantohet. Shkolla baletit do ishte, shiko, po t'ishte në një qeveritari apo në një politikani, shkolla e baletit do t'ishte hotel sot, zonjë. Po i 100 vjetë din dhe rrit aty në atë vënd me dokumentacion të sakt, të kompletuar. Tani, në përmjet jush, t'i bëj një thirrje zonjë Sonila Qato. Nga ana njerëzore, për atë vllajin tim 50 vjeç që shkon me taksi aty, dhe thonë 93-94, ne jemi 95-a. A e ndjen ky shtet që ne me patjetër duhet na kompensoj? Janë 1619 metra katror. Tu am kompensim të menjëhershëm të bëj thirrje zonja Sonila Qato. Ke qardi pra të vllajin tim që vjen me taksi aty dhe ikën përsëri tepër i demoralizuar. Ka dhe shumë faje Berisha këtu. 12 vjet në pushtet zoti Berisha ke qenë. 12 vjet dhe nuk na dhe asnjë qindar. Drejt. Ka shumë faje. Okej. Sinqerisht. Jo gabime, po faje të rënda me këtë popull. Padyshim. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë zonja Mira. Atëherë, sigurisht është një prej atyre problemeve që ne cekëm pak më parë, pra e prekëm. Tani lista, por pa gjë brenda. Pra vetëm me emra, të cilët presin, pra imagjino, janë duke u trajtuar dosjet e 93-94-s. Sa dosje kanë për të trajtuar dhe sa. Pa tani ose ka diçka gjënose. Zonja Mira, po vllai i zonjës Mira, e ka numrin e llogarisë që duhet i kishin hedhur para 2 vjetësh lekët. Pra u bë viti 2 që pret me numër llogarie bosh në dorë, pra ka një numër, thjesht një numër, kaq. Siç janë emrat në gazeta, pra thjesht emra të cilët nuk kanë asnjë lloj vlere financiare mbrapa që tu vi. Ky është problemi. Megjithatë, sigurisht është një çështje e madhe, e pazgjidhur, gjithë kanë fajet, gjithë kanë përgjegjësi në këtë histori në 27 vjet, sepse historia e pronave, ashtu si edhe e të ndjekurve politik, do të ishte një histori e mbyllur. Ky vend do të kishte filluar të ndërtonte kapitalizmin në bazë të pikërisht të pronës tek i Zoti apo në rastin konkret të kompensimit pronës, pra do të ishim në një tjetër botë duke folur sot, po për fat keq jemi në botën akoma të listave boshe që presin për të marrë kompensim apo dëmshpërblim për pronën e zënë. Presin tjetër telefonata, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zoti Patrik. Përshëndetje. 2 probleme, po të parin në të bie shkurt. E para a është zgjidhje, të lutem, po e bëj direkt e pyetjen, me që ju jeni nga zona e Kumanit që edhe ishte përfshirë në atë që qeveria ka premtuar një ditë më parë për t'i dhënë zgjidhje problemit të dëmshpërblimit për banorët e prekur në Marinz, Kuman, Emerald dhe në Zharrës e në zonat e tjera të Patosit. Jeni
është zgjidhur problemi sipas jush, pra paktën problemi financiar. Nuk po flasim për gjithë problemet e tjera. Sa ato do të jetë një vlerësim tjetër, teknike, fizike që do të bëhet, por sigurisht kjo do të kërkojë kohë. Jo, nuk është gjithë, po para se të flas për këtë, do të ngrej një shqetësim tjetër. Po. Do ngrej një shqetësim për ministrin e bujqësisë, i cili bie miell nga Serbia, dhe kur këtu del në Shqipëri dhe thot po bëjmë progres në bujqësi dhe mielli e bie nga bujqësia, nga Serbia. Dhe i kanë bërë 5-6 thirrje për takim, nuk më përgjigjet, asnjë përgjigje nuk ka ardhur, nuk ka as pritjet për publikun. Po, besoj se e kuptove pse marrin miell nga Serbia, sepse fara që ka ardhur për të mjellur grurë në lushnjë në Fier, ka dalë thekër. Pra, sepse ne investimin e bëjmë gabim. Mburret, po, dhe të ta mbyll me këtë fjalë. Mburret me fabrikën që kanë ngritur qytetarët me sera për domate që do të thot fabrika e helmit në Republikën e Shqipërisë me bashkëpunimin e Ministrisë Bujqësisë. Ta mbyllim me këtë. Mbrëm në Klan është bërë një debat shumë i mirë, shumë të parë, por ai zëtë ministri më ka marrë mua në telefon në tetor të 2015 dhe më ka ofenduar për 20 minuta. E kam edhe datën. Kush zëvendës ministrët, lutem? Ilir Bejta, okej. Kemi bërë një takim në prezent të kryetares aktuale Majlinda Bufi, në datën, më përpara, në datën 10/7/2015, për 15 minuta më ka ofenduar, e ka mbajtur shënim dhe ora e telefonatës me zëvendës ministri Ilir Bejta ka mbaruar në 11:48 minuta, i cili na ka bërë mashtruesa bashkë me prefektin Gjevit Bushin. Dhe tani vendimi i ri i qeverisë e rrëzon këtë pretendim të zëvendës ministrit, apo jo? Po, e rrëzon këtë pretendim dhe atje në atë studio duhet të ishte dhe kryetare bashkisë Majlinda Bufi, e cila... Mos është jashtetit, se na keni thënë që rrish zakonisht jashtetit, apo jo? Po, ajo i kërja shtetit dhe për këta unë kam kërkuar Bebi Quqin... Dakor. Njëse kjo është argument tjetër. Edhe njerë, pra, për t'ju kthyer argumentit, zgjidhet problemi apo nuk zgjidhet problemi? Është shumë e vështirë për të zgjidhur problemi se bëhet fjalë për miliarda dhe miliarda, nuk bëhet fjalë për miliona. Po mirë, në gjithat pasuri që noton ajo zonë, besoj se nuk është vështirë për t'i gjetur këto lekë. Po, aty qeveritarët presin euro dhe dollar me sopat dhe me hanxar dhe nuk dije se ku shkojnë zoti Patrik. Por Raimonda Banili, për veprimin që bën ata banorë të Zharzës, duhet të ketë një kulturë qytetari të bëjnë dorëheqjen nga ajo bashki dhe t'i hapin rrugën hetimeve për gjithë ato që ka ndodhur aty, se këta janë pengesë për zgjidhjen e problemeve. Se në qofse kryetaria e bashkisë do ishte në krye të grevës, do ishte zgjidhur gjërat të rrjedhtor. Por. Dakor, lutem mos zgjatim edhe një herë. Bëj thirrjen shpejt, lutem. Po, i bëj thirrje dhe kryetares bashkisë Roskoveci që më ka kërcënuar në datën 10 të këtij muaji me ta shuqojtur kryet plak i fshatit Marinës, i cili e kam denoncuar në policinë e Roskovecit, vetëm se kam shkruar dhe nuk më ka thirrur për të bërë denoncimin. I bëj thirrje edhe atij policisë Roskovecit për kërcënimin që ka bërë me 2 djemët e kryet plakut fshatit Marinës Daxhi Ruko, që është i palishëm, vetëm bën gjëra fshehur. Dakor. I bëj thirrje Majlinda Bufi të vinë aty me banorët e Marinës të zgjidhin problemet. Po ashtu kam njoftuar dhe deputetin e zonës, ende nuk ka marrë një përgjigje. Dakor, kush është deputeti i zonës? Lutem, kush është deputeti? Është ky Gjindi. Anduel Gjindi, okej, dakor. Asnjë përgjigje nuk ka marrë. Unë dua të vinë. Faleminderit. Aty të shërojnë banorët. Dakor, faleminderit shumë, absolutisht. Pra, sigurisht nëse e marrim mirë qenë përfaqësimin e zotërisë, i përfaqëson banorët e Marinës dhe të Kumanit në gjithë këto ballafaqimet. Ka një përpjekje për ta zgjidhur problemin paktën financiar. Pastaj historinë e hetimit, e vlerësimit, kush si janë bërë dëmet e tjera, prokuroria, paktën gazetat thoshin që e ka rihapur dosjen. Nuk e dim se çfarë do të sjellë kjo. Por pretendimet financiare shpresojmë të zgjidhen. Është e para elementare. Njerëzit duhet të jetojnë normal në banesat e tyre, të marrin ato që është marrë pra nëpërmjet dëmit që është krijuar. Është shumë e rëndësishme kjo. Prandaj po rrinë në grevuria ata njerëz të cilët janë para ministrisë dhe kanë ardhur në këmbë nga Zharza e deri në mes Tiranës. Presim tjetër telefonata, mirëmëngjes. Okej.
Okej, do të shkojmë në publicitet me që jemi në këtë komunikim, do të kemi plot minuta tjera në dispozicion pas pak çastësh, mos u largoni, qëndroni me ne, do të kemi mundësinë të komunikojmë edhe për disa minuta tjera. Ndërkohë që vazhdoni qëndroni me programet në Channel One, do të vazhdojë edicioni lajmeve, ndërkohë që ne do të vazhdojmë të kemi komunikimin edhe për të paktën 10 minuta të tjera, ndërkohë që telefononi. Pas pak. Drejt për së drejti, jemi përsëri bashkë edhe njëherë për gjithë ata që po na ndjekin nëpërmjet valve të Radio Ora News, se tani jemi në televizionin Ora News, në Ora News, që në ullon vazhdon me edicionin e lajmeve, 0423 44 720 dhe 069 670 24. Presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët zonjë, përshëndetje. Unë nuk kam marrë kurrë dhe më përpara ju. Po? Edhe më e keqja se unë isha dje për ankesa, Rushdie Iziri. Po? Dhe ata personat na thirrën edhe për të na ballafaqur 2 persona. Po? Edhe komshia edhe ne. Në ana tjetër komshia nuk erdhi neve u paraqitëm. Për çfarë bëhet fjalë, lutem zonjë? Për pronën? Për pronë, okay. Po. Kush u thiri? Kush institucion u thiri në ballafaqim? Tot komunës. Po. Ajo është pothuajse e zgjidhur. Ata duan lek në ndur. E kuptova. Neve paguajmë taksat. Ajo tjetra s'ka dokumenta fare edhe na kjo vujmë. Pra, shko, se nëse është kështu, vërtet është shumë thjesht e zgjidhur, por sigurisht duhet vullneti i institucionit përkatës për t'i dhënë zgjidhjen. Pra, nëse ju paguani taksat për një sipërfaqe toke, keni edhe dokumentin, nuk e di, me ligjin 7051 apo në bazë të kthimit pronës. Okej, 7051. Jemi 2 blersa. Atëherë, sigurisht që ky është një problem që duket i zgjidhur fare thjesht, por edhe një herë, ju si shtatë edhe ju, pra, duhet vullneti dhe institucionit përkatës, pra në këtë rast njësia administrative, që ta zgjidh problemin. Në hipotekë, si rezulton kjo pronë, apo nuk është regjistruar akoma në hipotekë? Jo, nuk është regjistruar se s'ka gjoja azhonimi, po për personin tjetër ka letra ma tokapek. Qartë. Ose për neve? Në asnjë mënyrë. Paguaj taksat të desha, ose mos e paguaj. Drejt më drejt. Jo, po ka një ligj cili duhet zbatohet dhe unë besoj se duke filluar nga dhe do t'jetë detyruar edhe njësia administrative që ta zbatoj verifikimin e titullit pronësisë. Nëse ju keni titullin e pronësisë, nuk ka asgjë sigurisht që e pretendon dikush tjetër përveç se ai që e ka dokumentin. Kështu që ju e keni titullin e pronësisë, apo jo? E kemi marrë personë që ja kemi bleri. Po pra, ç'si ka, nuk ka rëndësi, po. Dhe me keqja se aty është vetëm një i kryetari i Partisë Socialiste që është pa shkollë fare, edhe ky po na i bën gjitha këto, bashkë me një politik që ka ikur sot për sot, por që në kohë ka qenë ai. E kuptova. Një politik plagosur gjoja. E kuptova drejt. E kuptova shumë drejt, e kam tash më të qartë problemin. Uroj atëherë edhe një herë. Faleminderit shumë dhe i bëj apel njësisë administrative përkatëse, pra, që e mbulon zonën në fjalë, që mos sigurisht bëj verifikimin në bazë dokumentave, jo në bazë të preferencave qofshin këto dhe politike, po edhe sigurisht edhe ndoshta edhe në një gjë financiare, mos t'i ngatrojmë gjërat. Kush ka dokumentin e pronësisë, sigurisht do të bëhet verifikimi dhe unë e inkurajoj gjithnjë më shumë. Pra, vendimin e qeverisë për të verifikuar titullin e pronësisë, sepse do të jetë një proces shumë i mirë kjo dhe do të jap zgjidhje këtyre konflikteve të krijuara. Faleminderit zonjës, ndërkohë që presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mirëmëngjes, Patrik. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhët. Sot, në fakt, jo sot, po gjithmonë kam dashur, po është e pamundur të lidhem. Dua të flas për reformën në drejtësi. Patjetër, ju dëgjoj. Është një nga problemet më kyçe të popullit shqiptar. Dhe miratimi i vettingut dhe ardhja këtyre ONM-s, që është operacionin ndërkombëtar i monitorimit, po. Do të sill një ndryshim për mua, me sa kam kuptuar për reformën në drejtësi shumë. Do të tregoj një rast konkret timin. Po. Kam bërë një kallëzim penal para 5 vjetësh dhe mbas një lufte shumë të gjatë nga prokurori, kisha bërë në prokurori, harita që prokurori në bazë të bëri gjithë verifikime tek policia shkencore dhe vërtetoi që dokumenti ishte i falsifikuar. Po. Dhe kaloi në gjykatë në shkallës parë penale. Përsëri aty e fitoi. Procesi tash i kalon në gjykatën e apelit penal. Shikoj ndërhyrje që kishte bërë personi te gjykatësit. E kisha para 4 ditësh dhe në moment foli prokurori, i cili mbrojti me fanatizëm çfarë kishte shkruar zezane së bardhë, dhe vendimin e gjykatës shpar. Dhe dalin të 3 gjykatësit për të dhënë vendim dhe nuk e japin vendimin. Dhe thonë, në datën 1 në orën 1:15. Pra nesër i bie, apo jo? Nesër. Unë bilet do kërkoja unë në moment
mendoj se duhet bërë diçka që këta gjyqtarë duhet të frenohen. Ndoshta janë në gramat e fundit dhe mendojnë që parja është shumë e shtrenjtë. Dhe unë e di që këtu janë para të pista, këta që do t'i financojnë këta 3 gjyqtarë. Se unë pas 5 vjetësh harita në këtë diametër. Dhe në qoftë se këta nesër mua marrëzojnë, sepse gjykata... Pra, nesër është vendimi, pra, që të thëmë. Nesër është vendimi, unë kaloj në pikën 0, mbas 5 vjetësh. Qartë. Dhe ndaj më duket që këta gjykatës, të cilët kanë mbetur në gjykatën e apelit, dhe janë për të verifikuar, në momentet më kritike këta po bëjnë këtë pislëk. Unë dje vajta kërkova dhe një takim me prokurorin dhe më tha, nga mua mbetesa në proces, jo i thash, e zeza në të bartë vërteton të i. Pra ndaj po të regoj që vetingu është i domosdoshëm. Ta gjyqtarë që kanë betur, ishin 3 gjyqtarë, të 3 janë futur në kurt, janë futur në tender, ose më mirë po i del ankandi. Kush jep më shumë? Dhe dje kam dëgjuar dhe mendoj që Partia Demokratike nuk do të futen, dëgjova ata alizotin të kjo vete ilë, dhe me një fanatizm për një brez të ri, kërkoj sot në asë një mënyrë, thot, ne u mblodhëm si parti dhe nuk do të marim pjesë, thot. Atëre më të regoni mua, qëfar mund të ndodhë me këtë forcë politike? Dakor, okej. Ma spjegoni juve. Jo, unë nuk shpjegoj dot, sepse është zgjedhja e tyre, zgjedhja e gjithë secilit veprojnë. Po neve të gjithë bashkë duhet të bëhemi që kjo forcë politike të dalë nga ky batak. Se dhe gjyqtarët janë pjesë e këtij bataku. Dakor. Faleminderit Zonjë, faleminderit për telefonatën, uroj ditë mbar. Do të më ndihmoni me këtë nesër. Është ajo apeli publik, pra, po ne po ja bëjmë apelin publik, së di nëse do jetë mundur të ndiqet, se këto gjyqet në apel nuk ndiqen as nga media, nuk pranojnë zakonisht media në këto gjyqet penale, megjithatë ne do të shohim mundësinë, numrin tuaj e kemi, të komunikojmë ndoshta nesër. Unë bilet me vështirësi mezi munda, kam gjithë në ora 7:30 dhe nuk po ju kapja. Dakor, mirë, Zonjë. Do të lutem shumë. Faleminderit. Nesër, hajde ju uroj. Gjithë mirat, faleminderit, më pafshim. Presim telefonatën e fundit për sot. Alo, mëngjes. Mëngjes. Zoti Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes, faleminderit. Faleminderit dhe për emisionin. Faleminderit juve që bëni pjesë. Po. Po ju dëgjoj. Alo. Po ju dëgjoj shumë mirë. Alo. Mëngjesi. Mirëmëngjes, ju dëgjoj shumë mirë, mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam i banor nga Peshkopia. Po. Po sa bëhet më bujë të thonë mbi fatorimet e OSHS. Konkretisht, çfarë ka ndodhur? Po kam një mbi fatorim qysh në vitin 2014. Edhe nuk gjenë zgjidhje kërkone, shkoj atje ka OSHS-ja. Le që zgjen njerëzit tona atje, e kupton, po. Nuk di çfarë bëhet me këto. Kam një mbi fatorim mbi 520.000 lekë, kupton. Po, çfarë ju thon? Pra, që nga 2014-a një zgjidhje i kanë dhënë. Kam bërë ankimimin, ai ka parasysh, po nuk merret parasysh ajo. Po pse? Unë kam dokumentin, po nuk merret parasysh ajo. Si nuk merret parasysh? Nuk merret fare ankimimi apo nuk merret parasysh zgjidhja? Pra, ajo çfarë kërkon? Po nuk e di më çfarë bëhet, ne vetë e di që nuk më hiqet ajo, ke parasysh. Son mbi ose padrejti kjo, ai ke parasysh, nuk e kam, po e kam marrë. Qartë. Kjo si vjen fatoristi na vën mbi fatorim tjetër prap. Për shembull. Kuptova. Vjen në shef sa hapin sot 4 kilovat ke ku vjen fatura vjen ndryshe. Nuk kemi ku ta çajmë këtë hallë mua. Po zyra ankesave, e ka marrë njëherë në konsiderat, pra, edhe këto shqetësime që keni me faturistin, apo edhe me... Po shkoj aty, unë... Nuk të po të ku ta qajë se në të halë, nuk di ku ta qajë, unë, e këtë asish. Qartë, kuptova. Okej... Po gjë mendim ekonomike jemi. Qartë. Po jo, po arsyeja pse është vendosur gjob, është pranuar pra se është pra mbi faturimi. Më fal. Është pranuar se është gabim? Jo, mbi faturimi, se korrigjova se ndoshta e thash gabim. Është pranuar pra që ka pasur një mbi faturim të padrejtë nga ana. Po, është pranuar. Por nuk i jepet zgjidhje pra problemit. Qartë. Okej. Mirë, të falenderoj shumë për telefonatën dhe edhe një herë pra, është njëjta situatë me gjitha zyrat e OSHE-ve në gjithë Shqipërinë edhe në Peshkopi. Pra, zotëria mori nga Peshkopia. Tani, pranohet që është bërë mbi faturim, dhe po flasim për 2014, nuk po flasim para 2013, apo kohën kur ka qenë privatizuar shërbimi i OSHE-s. Por po flasim për kohën 2014. Atëherë, pranohet problemi, por nuk i jepet zgjidhje dhe zvarriten, pra janë bërë 3 vjet. Tani po bën 3 vjet zvarritje dhe ndërkohë që zotëria ka duhet paguaj dhe se këto shtohen edhe me kamat pastaj. Pra, nëse një ditë të bukur, OSHE-ja thotë jo, nuk ke drejt dhe do t'i mbajmë këto lek, do të paguaj dhe kamatën. Prandaj është shumë e rëndësishme që kjo zyra e kujdesit ndaj klientit jetë vërtet
kujdestare për klientin, mos jetë thjesht zvarritse e klientit. Faleminderit gjithëve ju që u bashkuat me ne sot, telefonuat, adresuat problematikat, kanë qenë vërtet telefonata shumë të rëndësishme sot, cilat kemi marrë dhe shpresoj vërtet të shkojnë e dëgjohen e të bien veshin e duhur. Faleminderit që na ndoqët, mirupafshim nesër.